Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Si zakonisht emisioni ynë për mbrëmjen e sotme është i ndarë në dy pjesë. Në pjesën e parë do të flasim fillimisht për disa pajisje përgjimi të ndaluara në portin e Durrësit pas një aktiviteti të kryer. Domethënë këto pajisje kanë hyrë pa dijenin e zyrave të shtetit shqiptar, kanë bërë punën e vet, por ndërkohë janë kapur, janë mbajtur pajisjet dhe janë përcjell për te kufirit drejt Italisë, dy përfaqësues italianë, tre italianë. Për këtë problem ne do të përpiqemi të flasim minutat e para, se siç e dini zakonisht në momentet e fundit ndodhin ngjarje të rëndësishme të cilat ne nuk mund t'i lëmë pa i përcjell. Pastaj po në këtë pjesë ne do të zbresim te pjesa që kishim përgatitur për ju për mënyrës e sotme, që është edhe historike, si thua, në pikpamjen të kohës. Do të flasim për lëvizjen e dhjetorit. Vazhdimisht kemi folur, vazhdimisht është një datë që janë bërë përpjekje të shumta për të pronësuar. Pronësimit e ne ju e dini që nuk viden vetëm gjërat materiale, parata po këto, por viden të gjitha. Videt historia, videt ngjarjet dhe fitimtarët zakonisht janë ata që kanë pushtetin. Po kështu problematikat që ka patur dyshimet dhe rënia e si thua të dhjetorit. Nuk po festuam me ato ditirambet e zakonshme të gjitha sot, vetëm foli nga ana e opozitës, foli doktori disa minuta, siç flet ai gjithmonë në foltore para kryeministrisë, dhe pastaj kaq u përcot, zyrat e shtetit heshtën, por ne do të përpiqemi të flasim. Sa ka dorë Ramisalia në këtë, kanë kaluar shumë vite, janë ftohur gjërat dhe ne do të përpiqemi të themi dhe ndonjë të vërtetë tjetër nëse ka, ndryshe nga ato që janë thënë deri tani. Dhe thash si a ka dorë Ramisalia, e them këtë sepse janë bërë përpjekje gjatë gjithë ditëve, unë sot personalisht gjatë gjithë ditës kam bërë përpjekje shumë të madhe për që të thres njerëz që e kanë konsideruar veten protagonistët të dhjetorit, po dhe të ngjarjeve që erdhën më pas. Siç e thash, të gjithë i përpiqen të jenë jo vetëm protagonistë, po dhe të pronësojnë ato. Deri tani ka dalë vetëm doktori ta ketë fort në pronësi, sa të tjerët edhe nuk përgjigjeshin për të dalë, për të folur këtu në studion tonë. Mora shumë, nuk do t'i them emrat preç, shumë protagonistë mora, si hadhe xhinj dukeshin të gjithë, të kamur janë, të gjithë këta, por nuk më përgjigjen. Nuk vim, thënë. Bile e panë edhe me një farë që së ndije këtë ftesën që i bënjë unë. Akoma. Dika është ta, unë nuk bësi pilo peristeri ta. Akoma merremi. Që fliste dikur ta e gjitha. Por ne duhet të flasim të vërtetat që ka ndodhur, të përpiqemi, këta njerëz, që unë bëra përpjekje për t'i thirrur. Rinë të fshirur këta, kjo kategori, dhe nuk e di pse. Nuk e vazhdon këtë protagonizmin e të gjitha, po ndoshta këtu pas ka patur mirë dhe doktori që ka marrë drurin pastaj, si që ka thirrur presh, ka marrë dhe drurin që i ka zbuar. Tani për të folur diçka rreth këtij problemi, unë kam zotin Presh Zogaj, me Antona Zarko, Ferdinand Dervishi dhe Antona Bileka, i faleminderit shumë. Në lidhje direkte për momentin e parë, si që thash unë, do t'jetë Klodiana Lala, e voti u këtë titullin Misteri pajisjeve përgjuse në Durrës. Lala, mirëmbrëma, faleminderit shumë. Kena ndihmon qoftë edhe me lidhjen, i jep dimension për masë emisionit, dhe ndihmon, dhe ne të falenderojmë shumë. Tani, në portin e Durrësit, thamë është zbuluar një automjet me pajisje përgjuse të fuqishme, thoshin, dhe u raportua se i përkasin shtetasve italian. Përse bëhet fjalë, ç'është kjo gjë, Klodi? Është një ngjarje në fakt zoti Rakipi që nuk ka marrë vëmendjen e duhur në media, edhe nuk e kuptoi arsyen përse. Bëhet fjalë ndoshta për një ndër skandalet më të mëdha që po konsumohet në territorin e Republikës së Shqipërisë, për faktin se pajisjet të cilat janë bllokuar në portin e Durrësit janë pajisje të sofistikuara përgjimi, të cilat aktualisht janë në ambientet e prokurorisë së Durrësit dhe pritet të nënshtrohen ekspertimit. Personalisht kam rënë në dieni të bllokimit të këtyre pajisjeve të shtunën në mbrëmje vonë, ku më është konfirmuar që disa persona
të cilët në momentet e para nuk ishin të identifikuar, kishin udhëtuar fillimisht u dha një itinerar tjetër për më pas u sqarua, me një traget të linjës Bari-Durrës dhe kishin mbritur në orët e para të mëngjesit të së premtes në portin e Durrësit, në automjetin e tyre sipas burimeve të cilat janë burime shumë besuare, sepse zyrtarisht as policia e kufirit, as policia e Durrësit, por as policia e shtetit nuk ka dhënë informacion lidhje me këtë çështje dhe ka refuzuar të bëjë komente. Këto pajisje kanë mbritur, pra janë 3 shtetas italian, kanë ardhur bashkë me pajisjet, kanë hyrë në territorin e Republikës së Shqipërisë, kanë qëndruar rreth 12-13 orë në territorin tonë. Mendohet që gjatë këtyre orëve të qëndrimit brenda vendit kanë kryer përgjime, të cilat janë përgjime të paligjshme dhe të paautorizuara, sepse nuk ka patur asnjë skuadër të përbashkët mes autoriteteve shqiptare, pra si prokuroria posaçme apo prokuroria e jurisdiksionit të zakonshëm, të nënshkruar me palën italiane për të kryer përgjime. Pasi kanë përfunduar punën e tyre, këta 3 shtetas janë ndaluar në momentin kur do të merrë një traget të linjës Durrës-Ancona. Në momentet e para të 3 shtetasit janë identifikuar dhe prezantuar si punonjës të Guardia di Finanzas. Ka rezultuar më pas që 2 prej tyre kanë qenë realisht punonjës të Guardia di Finanzas, por nuk dihet nëse kanë patur një autorizim nga EPROR-ët ose nga struktura e tyre atje për të bërë përgjime në ujërat territoriale ndërkombëtare dhe më pas në vendin tonë. Dhe më pas shtetasi i tretë rezulton po me shtetësi italiane, pra shtetas italian, por rezulton të mos jetë pjesë e Guardia di Finanzas, por sipas verifikimeve paraprake është një person i cili është kontaktuar dhe ka qenë marrë në shoqërinë e 2 zyrtarëve të Guardias me qëllim që të përdorte pajisjet përgjuese. Pasi janë marrë në pyetje për rreth 3 orë, burimet të konfidenciale konfirmojnë që 3 shtetasit janë lejuar të largohen në drejtim të Italisë, bashkë me automjetin e tyre i cili është kontrolluar, ndërkohë që pajisjet aktualisht janë të bllokuara dhe sikur se thash pritet i nënshtrohen ekspertimit. Deri në këtë momente prokuroria e Durrësit ka caktuar vetëm një prokuror për çështje. Policia e ka referuar, thash, nuk ka bërë asnjë reagim zyrtar, por në mënyrë të fshehtë ka dërguar çështjen penale në prokurori për 2 vepra, veprën penale të përgjimit të paligjshëm dhe veprën penale të futjes së mallrave kontraband, sepse pajisjet jo vetëm që nuk ishin të regjistruara, por nga ana tjetër nuk kishin as leje apo autorizim nga autoritetet shqiptare për të kryer përgjime të mundshme. Ne kemi patur historik në lidhje me përgjimet e paligjshme ose pajisjet përgjuese të cilat kanë qenë të dyshimta që kanë hyrë në Shqipëri. Nëse ju kujtohet, ka qenë pajisja e famshme Imsi Keqër në atë kohë që dërgoi në pezullimin e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit dhe 2 zyrtarëve të tjerë. Ajo pajisje u dyshua në atë kohë që u përdor edhe në ambientet e burgjeve. Ka qenë një shtetas izraelit i cili u arrestua dhe u mbajt në izoluar, pra duke mos ju lejuar e drejta për të dalë jashtë Shqipërisë për disa javë me radhë, që po ashtu kap në Rinas me pajisje përgjuese. Gjithashtu ka patur dhe 2 raste të tjera, të cilat janë bllokuar në hyrje apo në dalje të territorit, pra të kufirit, pajisje përgjuese. Rasti konkret është shqetësues, sepse fakti që 2 prej zyrtarëve janë të Guardia di Finanzas, ata skuadra lëvizin vetëm ku ka eksponent ose të rëndësishëm të botës së krimit dhe që përbën shqetësim për palën italiane, ose momenti i dytë kur ata kanë në target politikan të caktuar, të cilët mund t'i kenë interceptuar në përgjimet e tyre telefonike, që mund të kenë lidhje me krimin organizuar. Se kush janë personat e përgjuar, cili është itinerari i zyrtarëve që kanë ndjekur në vendin tonë dhe çfarë ka ndodhur me rezultatet e përgjimit, kjo është një përgjigje që do duhet ta jap prokuroria në kuadër të hetimit që po kryen. Megjithatë, fakti që autoritetet po heshtin e bën edhe më të madh skandalin, sepse automatikisht do duhet që të gjitha instancat shtetërore minimalisht të kishin bërë një hetim administrativ se si brenda territorit të vendit janë kryer përgjime në mënyrë të paligjshme me pajisje të sofistikuara. Dhe çështja shtrohet përse 3 personat, pra 2 zyrtarët e Guardia di Finanzas dhe personi tjetër i kontraktuar prej tyre, u lejuan të largohen, sepse mund të merrej një masë ndaj tyre të mbaheshin të paktën me bllokim pasaporte në territorin e Republikës së Shqipërisë, derisa ekspertët të bënin edhe ekspertimin e pajisjeve përgjuese. Por deri më sot të gjitha institucionet kanë refuzuar të japin komente. Zoti Dervishi, dhe pastaj me Lalën edhe një pyetje tjetër, po zoti Dervishi, atëherë unë besoj kam dëgjuar që kishte gjëra shumë, kam dëgjuar që është mjaft interesante.
Dhe është një problem shumë i rëndësishëm kjo. Fakti që policia ende nuk ka dhënë një komunikat zyrtare qoftë dy rreshta, e bën goxha të dyshuar atë që ka ndodhur. Edhe unë jam bashkoja mendimin e koleges që thotë që është një ngjarje që besoj se do ketë zhvillime më të forta në të ardhmen, besoj gjithmonë. Paga shumë pra kuptohet që kemi të bëjmë me një njerëz që kanë ardhur nga Italia, që punojnë për llogaritë të strukturave të ligjshme të shtetit italian, të strukturave të policisë, të antimafjas e tjera, të cilët kanë ardhur, por nuk e dim saktësisht kohën, Klodi thot për 12 orë, nuk e dim saktësisht kohën se çfarë, unë di që ngjarja ka ndodhur disa ditë më parë, jo 2 ditë më parë, 3 apo 4 ditë më parë. Është mbajtur goxha sekrete. Ka të ditë në fakt i bie, Ferdinand. Ka një terr informativ, nuk është e pakët që të vijë një pajisje e tillë të instalohet në Shqipëri. Ajo pajisje, kur i afrohet një antene, e duplikon atë antenën, shtiret sikur është antena telefonike ta them që është në dajt. Dhe ajo shtiret si e tillë duke kapur sipas atyre një numri që mund të kenë ata të një celulari apo diçka e tillë, ose pa numër fare kap një trafik të caktuar dhe identifikon një trafik të caktuar telefonatash. Mund të jetë përdorur për 2 orë për një takim si ai i Arubës, që mund të jetë atyre. Mund të jetë përdorur për krimin e organizuar, mund të jetë përdorur për politikën, mund të jetë përdorur për shumë gjëra. Ka shumë pikpyetje dhe pra e para njerësh nuk e thua kot këtë, po për sa orë duhej. Për sa orë u duhej atyre. Ne nuk e dim, me fjalë, Klodi e tha 12 orë, unë po besoj Klodin, po mund të ketë qenë dhe 2 ditë, dhe një javë, dhe një muaj këtu. Nuk është çudi. Kjo pajisje. Edhe një tjetër, kur pyetëm këtë inteligjencën artificiale se këto pajisje e mbajnë informacionin apo informacionin e transmetojnë, në dha përgjigje informacioni ikën. Transmetohet pra ata s'kishin nevojë për ta mbajtur pajisjen sepse kanë aktualisht mund të jenë bosh. Kështu që nuk kanë asnjë rëndësi për pajisjet mund të jenë bosh thotë. Sa di unë tjetër është bërë një debat shumë i madh për të ndaluar këta ose jo. Një debat që është futur në linja politike dhe diplomatike. Shumë fort dhe përfundimisht ka triumfuar italianët që i kanë lejuar, por ne do ta shohim këtë në të Pra segmentet e shtetit shqiptar thua ti kanë dashur t'i ndalojnë ata? Po. Dhe pastaj kanë ndryrë dhe politika? Kanë ndryrë politika ose diplomacia midis dy vendeve dhe është bërë një debat goxha i madh dhe ato kanë triumfuar italianët. Kjo është historia e kësaj ngjarje. Pra është një përgjim Zoti Rakipi. Po. Nëse më lejon, atëherë, unë sqarova vetëm itinerarin që kanë patur 2 zyrtarët e Guardia di Finanzas dhe personi i tretë. Pra rezulton që kanë hyrë të premten dhe kanë tentuar të largohen. Pra kanë hyrë të premten në orët e para të mëngjesit, të njëjtë duke hyrë dita e premte dhe kanë tentuar të largohen të premten duke hyrë dita e shtunë. Unë jam informuar të shtunën në mbrëmje vonë në lidhje me këtë ngjarje dhe me detajet e para. Pajisja mund të ketë qëndruar ose pajisjet mund të kenë hyrë shumë më përpara. Pra unë po flas vetëm për persona të cilët dyshohen t'i kenë përdorur. Sepse 4 ditë më parë ka ndodhur si ngjarje dhe unë jam informuar të shtunën. Pajisja mund të ketë ardhur me një automjet tjetër dhe unë nuk jam në gjendje të them se kur pajisja apo pajisjet përgjuese kanë hyrë në territorin e vendit. Unë sqarova vetëm momentin se kur personat të cilët në rregull fare. Jo, për ta sqaruar. E dyta, është e vërtetë që ka patur një debat, është futur në lojë dhe Interpol Roma, është informuar prokuroria e posaçme, 3 personat emrat e cilëve mbahen në sekret të plot dhe ajo çfarë në fakt ne duhet të insistojmë dhe që unë habitem edhe me heshtje mediatike është që kjo histori nuk mund të lihet pa u hetuar dhe pa patur një transparencë të plot. Për më tepër një prokurori se ajo e Durrësit që ju e dini shumë mirë që ka shkatruar çështje të tjera sikurse janë skandali mbetjeve të kurumit e tjera me radhë. Pra do thotë që do duhet ketë një transparencë të plot dhe një analizë nga të gjitha institucionet tona ligjzbatuese. Policia e shtetit, prokuroria e përgjithshme, prokuroria e Durrësit, prokuroria e posaçme, shërbimi informativ shtetëror, ndoshta deri tek Këshilli i Sigurisë Kombëtare. Mund të duket si një gjë sikur po ngrem alarm, por përgjimi sepse ka një problematik nga informacionet që unë kam marrë ditët e fundit, që jam marrë gjatë gjithë ditës së djeshme dhe ditën e sotme, pra 3 ditë që unë pyes
pafundësisht pjesë, pra njerëz të cilët kanë informacion lidhje me këtë çështje, përveç se janë të trembur, ata shpjegojnë që pajisjet kryen përgjime masive. Pra nuk vinë për shembull për të përgjuar vetëm një X person, por nëse vendoset në distancë të një banese apo të një objekti të caktuar, pajisja ka aftësinë për të përgjuar të gjithë thirrjet telefonike, bisedat apo bisedat ambientale. Dhe për këtë arsye, unë e shikoj si një çështje shumë serioze dhe që do duhet të ketë një alarm nga ana e institucioneve. Se çfarë do të nxjerrë hetimi, unë dyshoj shumë që hetimet mund të japin rezultate, sepse nisur nga praktika e mëhershme, si me IMSI Keqer, ashtu edhe me pajisjet e tjera përgjuese, në fakt ekspertët shqiptar kanë dështuar, duke mos arritur ti zbërthejnë dhe ti ekspertojnë, për të parë se cilat janë rezultatet e përgjimeve të kryera. Do rrim këtu pak, rezulton që nuk ka pas autorizim nga pala shqiptare për përdorim të pajisjeve në kuadër të një hetimi të përbashkët. Pra, ata kanë ardhur këtu me për hesapet e tyre dhe ne i bëjmë një pikpyetje që pse? Pse ndodh kjo? Ndoshta janë shërbimet e inteligjencës. Ndodh sepse Italiane. ata nuk kanë besim te policia shqiptare, ata kanë informacione shumë të sakta që policia shqiptare kontrollohet nga krimi dhe ata duke mos pas të besim, ata i bën gjërat në mënyrë të fshehtë që të marrin rezultatin që u duhet. Po pra, jemi shumë dakord me këtë aty, po ne nuk kemi dhe një han me 4 porta. Është cënimi i sovranitetit. Është cënim sovranitetit, Ta hynë han me 4 porta jemi ne? S'është vetëm derisa hyn thotë Abilega, Mbaruan punë. ndoshta kemi më shumë porta se 4. s'është vetëm çështje mosbesimi ndaj policisë apo prokurorisë Durrësit, ndaj SPAK-ut, supozoj. Se të hynë ata pa kurfar pike kontakti me institucionet si SPAK-u. SPAK-u merret e ka detyrën e vet funksionale krimin organizuar. Kështu që Nuk jep do të leje SPAK-u për hyrjen e tyre. Po, jo, SPAK-u Ashtu është ishte institucioni më i varet besueshëm. prokuroria e zakonshme apo SPAK-u është duke ndjekur? Jo. Prokuroria e Durrësit. Prokuroria e Durrësit Prokuroria e është. Durrësit ka qenë një prokuror i gatshëm i cili ka ndjekur veprimet e para hetimore, pra ka komunikuar me policinë dhe sikurse thash ka patur një alarm dhe ka patur një debat shumë të fortë në ambientet e portit të Durrësit. Personalisht kam tentuar të lidhem me drejtorin e kufirit, i cili ka refuzuar të ketë komunikime me median. Prokuroria e Durrësit më ka konfirmuar me shkresë zyrtare që e ka marrë referimin e policisë për 2 vepra penale, siç është përgjimi i paligjshëm dhe futja e madrave kontraband, dhe pritet që ditën e nesërme, duke qenë se është dita e parë zyrtare pas ditëve të pushimit që nga e premtja, do të ketë edhe një shortim të dosjes dhe do të caktohet prokurori ose prokuroria e cila do ta marrë këtë çështje për ta hetuar dhe për të patur edhe një shkëmbim informacioni me palën italiane dhe të dhëna të tjera që mund të shërbejnë hetimit. Por në informacione që kam siguruar ditët, pra sidomos orët e fundit, ditën e sotme, më është konfirmuar që ka patur një sinjalizim edhe prokuroria e posaçme. Nëse prokuroria e posaçme e ka qelur apo jo një hetim penal në lidhje me këtë çështje, ende nuk e kam një konfirmim zyrtar. Se kanë tagre. No? Nuk varet nga jo. Nuk Do të varet. ketë korrupsion, krim organizuar ta marrin. Zyrtar të lartë. Pra, kemi ndonjë gjë tjetër për të thënë? Pra, Veç jo ti se ti jenë me këto të edhe një fjali Ylli, Ja portat për kokainë. edhe një fjali teknike. Edhe kalon kokaina, sigur janë karamele, normalisht do kaloj edhe një pajisje e tillë. është thjesht për të kaluar. Vetëm që këtu është vënë alarmi pikërisht nga ata që e kontrollojnë portin e Durrësit. Ata që i fikin skanerat dhe jo nuk e hapin, që se kanë menduar që është për ata. Jo që mund Ka gjithë thjesht. Nuk është e çuditshme. territorin tonë, Kjo që thua ti mund sigurinë e autoriteteve shqiptare. Ajo që policia është e korruptuar, ajo është ata mund ta përdorin si alibi, se jo gjithë policia është e korruptuar, ka edhe segmente plot që punojnë. Se specializuar. Pra, tu jemi në atë kufit, me thënë, që janë etik, përgjimi deri ku shkon përgjimi që është për kundër krimit dakord, po këtu tani përgjimi që shkatron privatësi. As kundër krimit në këtë rast nuk mund përdoret zoti Zogaj. Sepse do të ketë gjykatët paktën italiane, ata s'mund ta përdorin. Duhet ketë një skuadër të përbashkët hetimore, një marrëveshje mes palëve të autorizohet nga të dyja vendet. Nuk mund të vijë Guardia di Finanza dhe të kryej përgjime të paligjshme duke cënuar sovranitetin, ata mund të marrin mund të jenë kryer përgjime dhe në urat për territoriale. për hetimet tyre, për hesapet tyre.
Besoj. di. Kjo është e gjithë Shikon, padrin e qëllimi. Nuk kam besim të shqiptarët, nuk kam besim të shqiptarët dhe vini bën vetë. Dakord jam. Shiko, në sens se u hap pak kjo. Dakord, ne kemi bashkëpunim me Italinë dhe me vendet e tjera. Bile janë përgjimet e vendet partnere që kanë puluar shumë kanë besim dhe kanë vetë. Kam besim, ore. Dakord, por Ata para se të nisen, marrin opinion, ore, e bëjmë këtë punë dot duke bashkëpunuar me ata. Dhe u vetë informacioni që se bëjmë dot, atëherë ta bëjmë ndryshe. Po janë kufi, domethënë se sa është përgjimi për krimin, po sa pastaj bëhet për shkatron si pasojë, nga që është jashtë kontrollit, privatësi një, por e dyta mbledh material që tha dhe Klodi që ato mund të përdoren për shantar, se ne bëjmë biseda pa fund njerëzit që s'janë vepra penale, pa ata nuk duan që t'i marrin vesh tjerët. Se problemi që ka ky vend është korrupsioni dhe krimi organizuar, se çfarë bisedash bëjmë unë dhe ti, nuk i hyn punë asnjërit. Te Guardia di Finanza për problemet e vetë. Dorimi e Groçatit dhe Skajecit. Çfarë na bëri ne? Na bëri që një server në Lyon, në Lille të Francës, të mësonim gjërat për politikan shqiptar, biznesmen shqiptar, kriminal shqiptar, nuk është thyrje sigurisë kjo, njëm si keqëri pëse erdi një pajisje të tillë dhe na theu sigurisë. Ne sigurisë të thyrje kemi. Ne i përgjojmë pajisjet telefonike në linja telefonike tona, të kemi krejt pambrojtura nga çdo inteligencë ndërkombëtare që kërkon të përgjojë. I kemi totalisht pambrojtur, nuk kemi fare mbrojtje të këtij niveli. Klodi, problemi atë është që ata pasi kanë përdorur këto mjete të tjera kanë dashur të bëjnë një gjë të veçantë për një takim që ata kanë marrë vesh. Po pra, ajo nuk mbulon një sipërfaqe të madhe, ajo mbulon një sipërfaqe të vogël, vendoset në një vend afër një vendi të dyshuar. Tash pra përmenda Arubën për një mbledhje. Për një mbledhje do bëhet një mbledhje në filan vend, vën ata 2 orë 3 orë. Është përgjuar një takim thotë. Ta zëm, po themi, ajo mbulon se nuk ka tek kot tani ti këtë se e diun se tek kot. Nuk e dim. Mendoj unë. Po e di se tek kot. Nuk e dim. Po nuk je autorizuar ta thuash. Zoti Rakipi, kjo është një çështje që duhet ndjekur nga media për të parë edhe mënyrën se si do të jetë ecuria e hetimit dhe kur do të jenë ekspertët të cilët do të caktohen për të bërë edhe ekspertimin e pajisjeve, sepse gjithë thelbi i historisë është tek zbërthimi i pajisjeve përgjuese, sepse aty do të kuptohet kush është përgjuar, cili ka qenë interesi i italianëve, përse italianët nuk kanë kërkuar ndihmë nga autoritetet shqiptare, por kanë vendosur të thyen ligjin me qëllim që të kenë atë provën që ju duhet, pra do të thotë që ata kanë lëvizur sepse janë në kërkim të një personazhi që me sa duket e konsiderojnë realisht rrezik për sigurinë e tyre. Klodi, unë falenderoj shumë që ndihmove në mënyrën e sotme. Faleminderit juve. Ditën e njëjtë. Faleminderit. Natën e mirë. Ikim nga ky moment dhe zbresim në një pikë që jemi në ditën 8 dhjetor sot. S'kemi lënë 8 dhjetor pa folur për jeshim të rasteve që unë s'kam pasur program. Po gjithë popullata jonë preç në këtë ditë fletë vazhdimisht për 8 dhjetorin dhe për këtë fitore shumë të madhe që ka patur Shqipëria, që u ngrit e gjitha për të rrezuar komunizmin. Po rrezua komunizmi apo e rrezuan komunistët? Të gjë. Është dhe kjo një dilemë. Kush e krijoi 8 dhjetorin? Që do bëjë kjo punë s'kishte dyshim. Muret e komunizmit u shembën në gjithë Evropën lindore dhe sigurisht që nuk mund ta mbante dot Shqipëria vetëm. Shumë idealist dolën, ne nuk mund të marrim tani të fyejmë njerëzit, idealistë shumët. Po ata që bëjnë përgjithsisht gjërat që i ndërtojnë, kush ishin dhe kush e bëri dhe si u bë. Ka dyshime dhe fjalë të ndryshme, kupton, pse ne jemi popull që flasim shumë. Ndoshta pjesë e tyre nuk janë dhe të vërteta. Por, gjithsesi ne jemi të detyruar të çdo gjë që lind, lëviz, çdo shqetësim, çdo problematik, ne t'ja u themi njerëzve dhe ta diskutojmë me ta. Tani, unë them para se të hyjmë te pyetje direkte, kush e bëri qyshtek, ka reaguar sot, nuk u bë ajo festa që bënin për shive vinte doktori, takonim ne aty gjithë 2-3 veta, të pallati mas ku mblidhen, janë shbër Gjergj Kastriotin, ka Edi Rama një të mërkurën, këtë të im lidhja të ditë, mund do vi pak të ty dhe do vete edhe të këtu. Kastrioti se... Mos më po të kuni. Do vi pa tjetër. Të je për libër, nuk je për... Për libër, ne, jo dhe akord, po do vete të ati këtë jenë brenda. Ore, ku dhjetë që të bëjnë tani në këtë vend ku jetojnë preq? Të marin të thonë sërdi kë.
Kulak. Unë do për kulak, shpallesh me njërë, atëre unë do vishem, dhe do vi edhe të ty do vi edhe kësho, pa kravatë e gjë, do vë kravatën, do vetën të tjerat. Tani, problemi është, doktori foli fare pak sot. Leta ndjekim një sinkron që kemi përgatitur ne për 8 vjetorin. Si sot, 35 vite më parë, me 8 vjetor të vitit 1990, studentë të Universitetit të Tiranës dhe shkollave tjera të larta, të udhëhequr nga tribuni i Lirisë Azem Hajdari, nisën protestat. Revolucionin demokratik, i cili, si një uragan i vërtet në 3 ditë, ndau epokat dhe vendosi në vendin më monist të planetit pluralizmin politik. Sot, në ditën e rinis, në 8 vjetor, Edi Rama vjen si armiku më i egër i trive shqiptar në tërë historinë tonë. Sot, përsëri, në këtë udhkryq të rrezikshëm në cilën ndodhet Shqipëria, shpresa e vetme për të përmbysur narkoregjimin e Ramaduros është rinia shqiptare, është gjenerata Z e saj. Është ajo gjenerat që këto 2 vite ka bërë historinë e lirisë në botë. Unë kam besimet madhë se gjenerata Z e trive shqiptar, trashëgimtare idealeve të rinisë studentore të vjetorit 90, do përmbush misionin e saj. Pra, doktori, jësa studentëve, që studentët e shpëtojnë Shqipërinë, dhe doktori të një këndër, me lëvizin e drejtorit, dhe tani, do të shpëtoj gjenerata Z. Spjegojmë për popullatës se ajo abitet që gjenerata Z të tani. Dhe gjenerata Z është kjo gjenerata e fundit që kemi, që ka ardhur. Të lindur pas vitit e 2000. Gjenerata Z që ka lindur pas vitit e 2000, pra këto 20 dhe në 28 vjetë. Dhe gjenerata Z... 28, dhe 28 është kjo. Është 18, nuk e di, 17 dhe 25, një gjë e tillë. Tani, po dhe 28 e di sigurisht. Gjenerata Z, do me thënë që do bëj Shqipërinë tani këto doktori, preç, gjenerata Z, ja kanë mbatur. Pjesa dërmuese, këtu gjenerata B ka mbetur. Prap, doktori dhe këta disa të tjerë, kësa gjenerata Z, sepse ajo gjenerat që kanë betur këtu, të Z-ja, është këta që kanë marrë diploma të universitetet e Kristalit dhe këto, edhe diploma që i kanë blerë zoti Zogaj, zoti mentor, i kanë marrë këto diploma dhe gjenerata Z që të rregulloj Shqipërinë nga këta që kanë betur këtu, një zot e di, e kupton? Po doktori tani gjithkohon që na thot këto gjëra. I ikim në këtij momenti dhe doktori që është 3 herë Z, 4 herë Z. Jo Z, ma është bet direkt ai. 4 herë Z. Berisha. Po kjo gjeneratë që po vjen ta, se pasi e bën këta, ka që bukur sa e kanë bërde tani, e merë dhe gjenerata Z dhe heth presh në... Në si 80 në frëngjisht. Kjo e do të mentori si 80 në frëngjisht, 4V. Në fjallime... 420. Fjallimet kështu janë, nuk... Fjallimet janë kështu, dakor. Fjallimet kështu janë, do flasë. Tani, ka mendimet të ndryshme, e lemë në këtë moment, dakor, fjallime shkritani edhe në ditë festet dita, ka mendimet të ndryshme për lëvizjen e drejtorit tani, si që thash në fillim. Disa mendojnë fabrikuar nga regjimi, si kur shoku Ramiz direkt e ndërtoj këtë skem, thonë. Ti s'ke qenë aty se ti ke qenë direkt në palcët të kësaj, po ndoshta me shoku Ramiz nuk e biseduar, se ti je nga protagonistët tani, që ti jemi realist. Ne të quajmë, se e dim të gjithë, po edhe mund të skualifikojnë këta që i kanë marrë, që i kanë pronësuar. Por ti ke qenë aty të gjitha, tani ti, pa kanë galuar kaq vjetë preç, disa mendojnë tash që është fabrikuar nga regjimi. Të tjerë si një lëvizje studentore intelektuale e vërtet, që kishte njerëz të vërtet aty janë pa numër. Tani, zoti Zogaj, si e mendon ti tani dhe si e thua, po do të ja thuash popullatës, ti ditë a thuash më mirë se unë në mënyrë cilëzuar, që populatë e gjerë ta kuptoj, ore ç'ishte kjo, se dhe shoku Ramiz ka ndikuar. Unë kam parë, kjo është një lëvizje që është zhvilluar brenda një sistemi.
nuk vjen nga një planet tjetër. Ata që duen t'i ndajnë, kështu si më thikë, ata s'janë realist. Pra ENA është po kjo ku është edhe lëvizje studentore, edhe Ramizalia, edhe partia punës, dhe kushtet që polin të tjetër. Dhe të gjitha këto elemente njene është e pa imaginushme që të mos takohen diku. Por, në thelb, unë mendoj që lëvizja demokratike e djetore, lëvizja studentore, intelektuale dhe popullore, është një lëvizje e pastër, plot idealizëm, që vjen nga një frym ndryshimesh që u para pregadit për gjatë vitit. Ka që vërtet është kjo që them unë, sa për ta kuptuar, duhet t'i kthehemi ngjarjeve pararendese, sepse në Shqipëri, gjatë vitit 1990, ka ndodhur ngjarje të mëdha. Në atë kohë, censura i ka marrë pak si të fshehta, pjesërisht. Por ne që sot i shohim pa censurë, pra sot kujtojmë 14 janarin e Shkodrës, që shkodranët dolën për të rrëzu busin e Stalinit. Por protesta atyre rezultoi një prani, sepse organizatorët u arrestuan gjatë natës. Dhe ata ishin heroj, ata kanë përballuar tortura në qelitë e policisë, dënime të rënda. Ajo është një ngjarje e madhe për historinë tonë. Edhe Shqipëria e filloi vitin 1990 me këtë sinjal. Edhe në Tiranë, protesta. Pastaj vim tek protesta e Marsit dhe Kavajës. Ajo pastaj është një enigmë, pse është ajo, po është për të studiu. Se si populli i Kavajës, gjithë njerëzit në minutën e 88 një ndeshje futbolli, ishin organizuar një djalë aty, Recep Rugeja, hodhi i pari parullën poshtë komunizmi, Enver Hitler, liri demokraci, shpërtheu stadiumi u ngrit Kavaja. Vazhdon me kryengritjen e madhe me emrin Ikje, si që quajnë, që është hyrja në ambasada e 5600 shqiptarëve, dhe bën një gjest pa shembull. Nuk ka shembull. Pra, për ta kuptuar, zakonisht, Ka në kub. ne tani që jemi, do t'i thuash dhe ti do t'i themi të gjithë, po ti do na lejosh ose do të për ta bërë jo diversive, me qëllim të caktuar, po për ta bërë bisedën sa më të hapur. Shiko, jemi dakord me edhe, po ka pyetje shumë të mëdha, se me gjithë të që ti tani, këtë, ku i vendos ngjarjet në një piedestal të madh. Për të kuptuar se si erdhëm shkallë. Jo, ishim të fundit fare. Po të fundit. Kur e pa që komunizmi iku për lesh, një minutë. Edhe ne, shoku Ramiz dhe këta për të shtuar kokën e vetë, ndërsa të tjerët me entuziazëm, ore ne të gjithë kishim entuziazëm poshtore. Ne ju ngritëm e të gjithë, po themi tani që të dy palët, edhe ata që erdhën lartë, edhe shoku Ramiz i studioj thonë, kush duhet i ishte aty e të gjitha, dhe shoku Ramiz bëri një tregje të butë, se mund të shkon të ta iqë një zvarë, si qoqim busin e shoku të nëverë, iqë një zvarë shoku Ramiz, popullata. Do flasni dhe kolegë do të thush, po cili është vijandarësi, që nda ramizizmin me lëvizjen. Ramizi... Jo, nuk duham t'i bashkojmë, po të themi të përpiqemi të themi të vërtetën. E vërtetë është kjo që është në mes, thema. ai s'mund t'ishte indiferent që ndodhë në vendin e vetë. Ç'është kjo që nëzorëm këta? A e paraqitni dhe aty? Shoku Ramiz për shembull, janë në mbledhje aty. Shqipëria vjen e fundit. Se do t'jemi dhe Shqipëria vjen e fundit, sepse është vend... Se tani s'del njeri presh, ja shiko Azemin në krye, shkreti, njeri mirë shumë. Është takimi që është bërë. Është pluralizmi jo në kalindi. Dhe sa më shumë bizetoni, ma ikë me shumë mbeti me dyshime për çdo gjë. Sot foli djali ti që sa po kishte lindur atëre, dhe nuk kupton të gjifare. Lanë djalin e... Nuk dilin këta nuk dalin mo. Lanë djalin e Azemit sot. Unë du të themi gjë që më duke se është serioze. Shqipëria ishte... Jo, serioze janë dhe këto. Po, kur janë zhvilluar me qesharak e preç, unë nuk kam faj. Shqipëria... Preç, them vetëm një gjë, që të nëzisa të bashkojme atë tyllit. Ramizi ka takuar diku pas, ndoshta 97, 98 në fakt. Ka takuar njëri nga personazhet e protestës studentore dhe ai po i bënte këtë ballafaqimin politik, tha se ti ishe diktatori i fundit. Dhe ai tha që unë bëra tranzicionin nga komunizmi në demokraci, duke patur që të gjithë kundër, dhe popullin, dhe amerikanët, dhe perëndimorët, gjithë tjerët, vetëm e 2 vrarë tek shkolla e bashkuar. Ndërkohë që me atë që ndodhi në 97-ën, për ndërrimin e një partije nga një parti tjetër, u vranë një 4.000 vetë. Kjo është alibia që... Po rrim të... Vetëm kaq. Pyetja yllit ishte
se Shqipëria mas tjeve. Shqipëria ishte mas tjeve e para, sepse Shqipëria ishte vendi më i mbyllur, qose vendet e tjera komuniste dilnin e hynin e njëri tjetri, dhe ishte vetëm. Duhet jemi, dhe me thënë, ta pranojmë, nështë nga vjen keq, për ishte vetëm Shqipëria, nuk mund ta bënd të ndryshë, për mendimin tim, e vetmuar, e mbyllur, e vetmuar. Për herë të parë, Shqipëria u bë as lindje as perëndim atë vit. Pra këto ngjarje që përmenda unë, kanë diçka epike, do të thënë realisht janë njerëz thjesht. Po, ka ditë që bën epike më preç. Do t'i shohësh ti. Pastaj këta epikët e asaj dite, u bën ajduz më të mëdhenj. Do vish te epike. Je duke që do vim pra. Te kjo që the. Do vim. Po se ka mendime të ndryshme. Tani kjo që vendosi lëvizja e zbetorit me ramizizmin e mbyll është kjo. Ramizi ishte projektin e demokratizimit. Lëvizja e dhjetorit kishte projektin e demokracisë. Duken si fjalë të njëjta, po kanë... Po dhe Ramizi s'kishte nga jambandet. Nuk kishte nga jambandet, po ai kërkonte të pajtonte demokratizimin me rujtjen e pushtetit, me kalimin e pushtetit tek prap njerëzit që... Atëre, të bëjmë një kalim... Ta ndryshuan historinë. Sipas njohjes, sepse të gjithë kanë qenë pak a shumë në këtë terren. Anton ti, nuk e qendrësh sa vjeç je ti? 17 kam qenë atëherë. 17 normalesh. Kam qenë unë. Kam bërë të normalesh. Ke qenë ti? Okej, atëre. Si mendoni lëvizjen e dhjetorit të fabrikuar nga regjimi apo një lëvizje e vërtet? Them unë një analizë që nuk është vetëm e imja, po është goxha nga persona që janë marrë me këtë punë. Atëherë, sigurisht që jemi në një atmosferë ku në lindjen komuniste po bien njëra pas tjetrës të gjitha demokracitë popullore që quheshin. Shqipëria do ishte më mbrapa sepse diktatura ishte më e fortë. Çfarë ndodh? Jemi në vitin 1990. Po të shohim, Ramiz Alia e shtrëngoi ta mbante pushtetin dhe kjo lexohet te të vrarët në kufi. Pra, po vriteshin njerëz në kufi. Në atë fillimin e vitit 90. Jo, të zbresim te teta. Jo, po se është temë më vetë ajo. Jo, po se, atë po them. Ke drejtë e Zoti. Jo, po them. Ke shumë drejtë. Unë po them, por unë do nxjerrte Ramiz Alia, ç'a ndodhi me Ramizin? Se ka ndodhur diçka me Ramizin. Pak më shumë. Po, Ramizi e bëri këtë shtrëngim. Jemi okej. Qartë. Te vrasjet në kufi. Po pse Ramizi u shfaq ndryshe në nëndor dhjetor? Këtë duhet ta ngrija me fakte. Kjo është ajo. Pra, jemi në një moment që vendi ishte do parë një këndvështrim tjetër. Po dhe në këtë mos shohim vetëm protestat. Të shohim një Ramiz Ali që kishte për detyrë të ushqente këtë një popull. Ky popull në atë kohë ishte me u kthyen triskat. Kemi Ramiz Ali që e kontrolloi, në? Shoqen e xhmie. Po sigurisht, e flasim dhe atë. Tani ç'a ndodh? Në atë periudhë kanë përdorur fishekun e fundit, që ishte ari. Në 90-ën. Unë nxor ari nga banka dhe u dërgua për bler buk. Po, për bler buk. Pra ishte bë dhe një gafe pa parë. Ishte me detyrim për taksim tot. Një sasi e arit u luajt në bursë, që u humb e gjitha. Dhe që mendohet që këtu mbrapa kanë qenë amerikanët. Që këto të mbeteshin shumë keq që të negocionin. Se që atë në kanë marrë në këta... Po, ata kanë marrë në dorëzim. Dorëzime. Tani që ndodh? Pra, nëse kemi një Ramiz të fort në fillim të vitit, që po i vriste njerëz në kufi, kjo tregon që ai donte ta mbante pushtetin. Ta mbante, sigurisht. Nëse kemi një Ramiz që në dhjetor, Ramizit vjen dhe i thonë që buka është me ditë në dhjetor. Atëherë u detyrua? Atëherë Ramizi, ne kemi datë të përcet. Tani, kemi një në nëndor, vjen një informacioni, sigurimi shtetit që thot, sipas një agenti të CIA-s, do filloj lëvizja studentore, do filloj fillimisht për kushtet, fiksa ashtu si ndodhi. Kjo është e nëntorit. Në dhjetor ndodhi pra e njëjta gjë. Pra, duke bërë këtë analizë, duke të sikur Ramiz Alia ishte vetë që kjo të ndodhte sepse ati ja kishin shtrënguar historinë. Duhet ta bësh patjetër këtë gjë. Dhe po të lexosh me kujdes, ai ishi vendosur përmidis studentëve dhe pushtetit të egër komunist. Është njeriu, studentët atë e shoqëroni me brohorima, kur fute dhe kur dilte dhe kur mbante fjalim në takimin me studentët. Studentët në fjalën e tyre i besonin atij, ne të kemi ty, ti e garancia jonë, e të tjera e tjera. Madje shkoi deri atje,
dhe kam këtu të transkriptuar, kur Arbeni Mami dhe Blendi Gonxha i thonë që aty janë dhe ca që ngrenë dy gisat lartë, po ne i thamë, ne i ti ulin, atyre duhet ja prisni, i thot Ramizi, tekstualisht. Gishat lartë. Pra, ata nuk e dëshironin të djathën ekstreme dhe paka shumë vinin dakord në këtë pikë. Jo më e ta detyrun Ramiz Ali e kërkonte që të bënte një demokratizim, po edhe një organizat kishte shpallë përpara bile që do shkojmë zgjedhje me organizatat e masave, bëni dhe ju një organizat, ata detyrun që ajo të thoshte po, parti politike. E vunë përpara mikrofonit, Arben Demeti, Arben Imami, tjere, për lexoje pra të realitet. Po, aja o tha që në fillim, ju mund të bëni partin, ju për lexoje, ndoqa me kufin vesh, mund të bëni partin politike, unë e kam... Kjo tentativa, Ramiz Alia thashën në fillim, aja ishte një president që kishte përgjithësi për vendin, dhe unë e njof përgjithësi dhe Ramiz Alis, bile jam akuzu nga këta radikalet e orës 25, që s'ka orë 25, toni dhe ju, ata që s'kanë qenë fare, që kjo është i but me Ramiz Ali. Ramiz Ali ishte përgjegjës për vendis, ishte president, sigurisht që ata kanë negociuar dhe kur bëhen negociatat nuk bëhen sinologore, po ule negociatat do bizedosh si njerës. Shqipëria ka një pluralizm negociuar, këte e ka pranu gjithë. Por studentët e imponuan që shkote tek një zgjidhje tillë, mund ta kishte në mend. Ai u thot dhe në takim, kishte dy rrugë tha. O dhunë, o marrëveshje me ju, unë jam ul marrëveshje me ju. Po, bukur, bravo qoftë. Bile ai e hodhi fatin e vet në karrocën e studentëve. Dhe kjo është specifika shqiptare. Dhe mos harrojmë që edhe në Poloni, që ka pas 7 vjet rezistencë Solidarnosit, pluralizmi lindi negociuar në Tryezën. Qëllimi im që e hapa në këtë mënyrë, ti si provokuse është që për të mos e rëzuar e pikën e asaj kohë. Njëf rolin gjithë. Por ka një problem. Ne shkojmë në kohët e reja moderne dhe imitizojmë gjëra deri në atë shkallë sa tallemi me veten, e kupton? Tu e kam unë, jo ti, jo ti zotri. Për shemë, a i ka vajsi që... Bile kanë përfituar nga këto? A i se ka di që do ndodhë. A i kur ka dalë Enver Hitler nga vaj në Mars, a i nuk e ka di se ne shojmë filmin tani nga fundi. Dhe me qënë se s'ndodhi gjë, dhe me thënë s'ka bo gjë a i. A i ka vujet në rëzik. Ndodhi, po iku për lesh a i në Rumani. Qartë, shiko qa me nuk është pak, ishte një shembull, Ramizi e dinte këtë gjë. Për atë rol që mori Ramizi, nuk është pak, se okej, ti mund t'japësh urdhra, por ti nuk e di se çfarë ekziston në mendjen e një personi të caktuar dhe të vetmuar. Për shembull, mua më ka ndodhur që një djalë që takoj në Berat, unë isha student i dhjetorit, flisnim pas 10 vjetësh, tha kam qenë në Zallher, dhe ti e nga studentët po tha, unë ato dita ka marrë me pushka të fshehur në tubë për t'ju vrarë juve. Kush të qoj ty, thash, më qoj mendja ime, thash, pyeta asë kënd. Pra, ai nuk ishte vetëm turmën e madhe të mbante, ai duhet mbante dhe çdo lloj mendje, dhe në vetëm në këtë formë mbahej. Me një zbutje, siç e bëri ai. Fanatizmin Enveris, që ishte shumë i fortë. Do t'i mbante. Bravo, këtë e theta, edhe tjera t'i theta, po them. Domethënë çdo moment mund të kishte, s'ka dyshim. Pa nëse ti ju të përthua për Ramiz Alin që kishte rol kryesor, i bie në një farë mënyrë, natyrisht e ke për efekt provokimi, që ai ishte ideator dhe regjizor, pra edhe skenarist edhe regjizor. Jo, nuk është kjo. Jo, nuk është kjo. Ati jazuri dhe rotabishtin, jazuri dhe kohabishtin, jazuri dhe ajo që po ndodhte në vendet lindore, dhe jazuri dhe pabukësia e tjera, dhe në një moment caktuar e kuptoj që duhet ta bënte këtë gjë. I the që gjitha shumë saktë, dhe më thënë që ajo kriza ekonomike, rënja e komunizmit lindje, shkëputja e marrëdhënieve ekonomike të Shqipërisë me vendet e lindjes nëpërmjet kleringut, e thelloi krizën ekonomike dhe ajo është në themel gjithçkaje. Pra, ajo tenxhera me presion ishte duke shpërthyer. Dhe që studentët ishin autentik në misionin e tyre, kjo është pak po e sigurt. Madje studentët e kapërcyen dhe elitën intelektuale të vendit, sepse duhet pranuar që Ramiz Alia takimin me intelektualet, ku ishte edhe Kadareja, edhe Berisha, e bëri për të testuar apo për të pritur prej tyre idenë e
hapjes pluralizmit politik. I duhet si Pra, Ramiz Alia ishte duke eksploruar mundësitë e një pluralizmi politik të lejuar gradual, i cili nuk do t'i krijonte probleme as atij dhe as regjimit. Kështu që këtu kuptim Ramizi kishte rol, pse jo edhe në promovimin e figurave të caktuara siç është Berisha. Do të thonë se këtu Berisha e ka marrë gradualisht meritën nga studentët dhe ja ka dhënë vetes. Unë mendoj që Berisha ishte dikush që ishte midis studentëve dhe regjimit komunist. U zgjodh për shkak se ishte tropojan, për shkak se mund të kishte njohje me Azem Ajdarin, në mbledhje të partisë ku ishte edhe Xheli Xhoni, pra do duhet që t'i japim Çezarit çështën e Çezarit. Arsyet pse bëri atë, sigurisht Ramizi ishte dhe mbeti deri në fund të jetës si komunist. Por ama një komunist i cili kishte sens pragmatik dhe kuptoi që nëse do insistonte me linjën e fillimit të 90-s, mund të rrezikonte edhe veten e vet. Dhe çfarë duhet thënë tjetër, që zakonisht në vizet tilla kaq të mëdha i fusin duart nga pak të gjithë. I fusin edhe aktorë të jashtëm, fusin edhe jugoslavët, mbani mend që 90-a është edhe viti i ikjeve nëpër ambasada dhe ishin zhvillimet në Kosovë. Pra, nga pak që të gjithë këtu, edhe fqinjët, janë përpjekur që në Shqipëri të kishte zhvillime të tilla. Të gjitha këto, pra, në pasyrën e vërtet, gjitha asaj që ka ndodhur, e marrim nga dëshmit, dhe është me shumë ngjyra e vërteta e 8 dhjetorit, i marrim nga dëshmit e personazhe, protagonistëve, të mëdhenj apo të vegjël, studentëve, edhe nga ajo dëshmia si Shtaf Ferdinandi, por ishte një ngjarje në cilën shkërqen mbi të gjitha, pra si autentike protesta studentore. Anton? Unë mendoj që ne nuk mund të themi që një grup studentësh, një grup intelektualësh, një pjesë elitare e popullsisë të drejtë, në atë kohë arriti të ishte ajo që forca të rrëzonte një regjim, si ai komunist që kishte Shqipëria. Regjimi komunist u rrëzua për shkak të rrethanave ndërkombëtare. Do thotë regjimit po i vinte fundi për shkak të rrethanave ndërkombëtare. Mbeti i fundit, ishte izoluar, s'kishte mundësi ekonomike. Ramiz Alia e kuptoi që radha po i vinte dhe me shëmbujt që kishte parë, me luftet, me konfliktin që kishte parë, që nga Ceausescu, që nga përplasjet të forta në Poloni, se vërtet Polonia negocioi, pse pa përplasje shumë të forta. Mendoj, sigurisht, në rrugën në pranë, me gjitha këto, mendoj që të bënde një kalim të butë nga diktatura në një shoqëri pak më të hapur. Ramiz Alia nuk besoi asnjëherë se donte pluralizëm politik dhe kërkoi ta shmangte. Ai donte pluralizëm mendimi, kalimin me disa si Fronti Demokratik që futin zgjedhjen në 31 mars për shkakun, me disa një lloj demokratizimi më të madh. Po jo demokraci. Por sigurisht jo demokraci dhe sigurisht jo pluralizëm politik. Ai bëri një takim me intelektualët në Korrik, se ti e le preshin pa treguar gjithë në gusht. Pa treguar gjithë dhjetorin, gjithë 90-ën. Bëri një takim dhe aty u përmend pluralizëm politik dhe ai e kundërshtoi. Pastaj dolën disa dhe thanë jo pluralizëm politik, por pluralizëm mendimi. Pra kishte si regjimi ishte aq autoritar, aq i egër, sa njerëzit kishin frikë, edhe intelektualët kishin frikë, vërtet ne mund të shohim aty që në takim me Ramiz Alinë ata nuk kanë qenë aq trima, por ata u morën me autobus nga autoritetet shqiptare, nga policia, dhe u kthyen në autobus nga policia. Ata nuk vajtën vetë aty. Nuk u shkoi Ramiz Alia aty. Pra, mbaroi Antoni dhe një grup studentësh dhe pedagogësh, të cilët një pjesë të cilëve i zgjodhi vetë pushteti dhe një pjesë i zgjodhi studentët. Pra, dhe ata, imagjinojnë çfarë presioni kanë ata, se sot ne mendojmë kaq thjesht. Po ti je aty prezent, për shembull në datën të dielën që u shturmuan aty te Gjuhë e Uja, që ikën të gjithë në aty. Po natën me zi pranonin në shtëpi Tiranësit që u futën në shtëpi. I pranonin, jo me zi pranonin, i pranonin. Me zi, jo, e ke gabim. Nuk ishin guxim, jo se si pranonin se kishin natë. Kanë mbushur shtëpi. Pra, mbushën shtëpiat, mbushën pallatet, por ama ishte një dhunë e tillë që ata u detyruan të tikin me vrap. Po më qenë aty, kam qenë mes shkopimeve. Shqipëria, se të rrim të Shqipëria merr pjesë, po qenë koncerti i lirisë të që ndodhi në gjithlindjen, merr pjesë me protestat e veta, me demonstratat e veta, me përleshjet e veta,
në luftën e vetë, sigurisht që ne përpëtejnë tombra. Pra, të rrim këtu, pastaj regjimi ishte këtu, kush e mohon këtë gjë? Nuk e mohon, analiza që bërë kështu. Ramizi nuk është se kishte rolin Ramizi, që ishte vizioni Ramizi që Shqipëria duhet demokratizohet. Ishte detyrim. Ai pa ngjarje. Ai pa çfarë do ndodhte dhe vendosi ta drejtonte vetë. Dhe unë jam dakord me atë i thotë Preshi pastaj që ati ja morën nga duart iniciativën dhe nuk e lejuan që ta menaxhonte vetë. Dhe kjo është merita e gjithë lëvizjes që ndodhi deri në 92-shin. Po mirë, si e quajmë këta për shembull që ai tha Të gjë që po thotë Antoni më shkruan për shembull Pajtim Bello. Përshëndetje, thotë Ramis Alia me përgjegjësinë e presidentit u përpoq ta ulte sa më but avionin tokë. Kishte shumë korrente që rrezikonin ta rrezonin. Pra veproi liroj shtrëngo. Liroj shtrëngo. Pra bëri mirë apo jo? Pastaj kjo është debat tjetër. Pastaj bëri mirë apo jo? Bëri mirë Ramis Alia që e bëri këtë gjë. Tani unë kam më shumë të ideja e në mënyra se si u ndam ne nga komunizmi në mënyra më mirë. Asaj pjese që merr përsipër që ka bërë. Që ka e kam pastaj te momenti ku siç ndodh rëndomen e shqiptarët merret përsipër që është bërë gjëja më e madhe në botë me trimëritje e zakonshme të gjithë. Ato janë prima. Ne themi që ajo që bëri sot Berisha për shkakun është një gabim shumë i rëndë. Legjenda. Ti s'mund të shkosh te lapidaria e Zemajdarit dhe të përkujtosh të dhjetorin. Të dhjetorit përkujtohet qytet studenti. Azem Hajdari ishte një ndër studentët më të shquar, por ajo s'kishte lider, ajo ishte një grup studentësh që dorën pa lider. Jo, ai ishte lideri, ke gabim. Ai ishte lideri. Te Ramizalia kur ka dërguar Berishën, për atë shkak e dërgoi te studentët, se ishte Azemi lideri që ishte nga Tropoja. Është ka shumë faktorë. Por akuza për Ramizalin pastaj ka shumë orë që ka dërguar shumë njerëz aty po. E kam takuar 2 herë Ramizalin, 2 herë e kam takuar si është kjo punë. Duhet marr dekorat. Një lloj ma ka thënë. Pafur protestës dhe vetë, vllai im ishte student, unë isha në vit 4 dhe isha shkoja çdo ditë aty. S'ka rëndësi. Nuk ishte Azemi lider, Azemi u shpat ditë pak më vonë, se ishte më trimi. Aty dori Benlika, ai pedagogu që iku në Amerikë. Arben Liga. Shenasi Rama, jo mora Azemi ishte që nga dita e parë. Ke gabim pra. Bile Shenasiun e prezum. Unë besoj syve të mia apo fjalës tënde. Ata që dorën për dritët aty. Të mos grindemi për këtë. Garancia jo. Me mendojmë që ishte kështu. Qen Azemi që nga data 9 lideri i asaj pune. Jemi okay. Jemi okay më ka qenë. Ore kam parë me sytë e mi. Nuk bëhet atje pra, nuk bëhet. Tani. Unë e kam parë dhe unë me sytë e mi po të them. Pra ideja juaj tek Azemi bëhet tek është që çfarëdo lëvizjet e Ramis Alis e të gjitha mënyra se si ajo përpoj të ulte avionin apo më të thash, e infekton kjo pluralizmin ton në fund të kësaj. Ne infektojmë më pas. Historia në çdo ngjarje historike, po të fillosh të kërkosh, ti të mos ta shohësh, çmontosh mitet, të dekonstruosh. Se thuhet shpesh ju abritur atë sekretari parë. Do gjesh arsye të dekonstruktosh, të çmontosh mitet tua. Kupton? Ne s'mund ta mohojmë mitin e Azem Hajdarit sot që ka qenë lideri studentët, nuk e bëra për ta demontuar. Por dita e 8 dhjetorit nuk është dita e vrasjes së Azemit. Nuk mund ta ngatrosh me 12 shtatorin. Po, për këtë 8 dhjetorit do shkosh atje. Sepse atje ishin shumë studentë dhe shumë njerëz rrezikuan atje kokën dhe shumica e tyre sot janë në Shqipëri. Që është më e keqja. Ju përgjigj pyetjes direkte, domethënë. E thamë në fillim, pluralizmi jon dindi negociuar. Dhe këtu ngelet, kushdo që ta shoh ndryshe gabon. Ata studentët u ulën, e avancuan kërkesën e tyre e imponuan. Dindi negociuar, është me shprehje me drejt. Dhe kjo ka ndodhur në Poloni në një kontekst tjetër. Nga kjo pikpamje, kushdo që thotë që ka lindur i infektuar mund ta thotë, mos se na lë kush. Pluralizmi si vlerë, nuk ka, po është vlerë, ai është infektuar, pa infektuar, ai prodhoi, atë që prodhon pluralizmi, prodhoi multipartitizm, pluripartitizm në Shqipëri, e prodhoi. Tani në këtë moment, në çdo vend të lidhur, çka të zbresim disa pyetje konkrete, jemi okay. Filtrohen njerëz. Dhe secili letëruaj, ne popullani që i marrim gjërat, siç thotë Graham Greene te komedianët, ai ishte thotë në qytet i vogël dhe njerëzit i varfër, dhe njerëzit e merrin jetën si t'ju vinte. Po. Paranjë, më fal, jo i varfër. Ishte një qytet Paranjës. Dhe njerëzit e merrin jetën si t'ju vinte. Dhe kjo është një filozofi. Për këtë shkak, Grini e thot, po ai nga shëndat në një botë, s'te i mirë i Zoti. Po dhe moderne, e diti. Thotë, ai ishte një
qytet parenjë dhe njerëz të merrnin jetën si t'ju vinte. Dhe ne kemi marrë shpesh jetën si t'na vi, për shkak se s'kemi pasur rrenjë fare. Por tani, zoti Zogaj, tani unë kam një pyetje, në mbledhjen e datës 10 dhjetor, me studentëve dhe dërguarve të Ramisalis, për kushtet e dialogut, studenti Shinasi Rama kërkon me forcë largimin e Berishës nga mbledhje. Pasi Berisha mbështeti kërkesën e Alisë që studentët të shkonin në mësim si kusht për dialogun. Berisha ishte i thirrur në mbledhje nga Azemi dhe nga ju. Ju e ndaluat Shinasiun? Jeni penduar? Se e ndaluat, në fakt. Pse e ndaluat? Pse e ndaluat? Ndaluat sepse... Se ti ke bërë si ti koçotash, po, që ti ishe kur në verë. Edhe mbeti aty. Po ti shikosh ngjarjet si nga sot për atëherë mund të... Jo, nuk ka krasimet... E ndalova sepse Saliun e kishin thirrë... Krasimet qalojnë shumë preç. E di, e kishin thirrë studentë, e kishin thirrë Azemi dhe ishin dërguarit e Ramizalis, ishin një 4-5 intelektual aty që i kishin thirrë studentët për asistencë, dhe një ndër ta isha dhe unë që më kishte thirrë Shenasiu dhe Azemi, si njifjet e dy. Bile me këtë titull, si një njeri që kisha ndikim të Shenasiu, e ndalova unë. Se ai përkthente poezi nga gjua angleze, poezi edhe nuk ishte në zakon në Shqipëri në atë kohë që publikoheshin poezi angleze, siç kishin një gjë të ndaluara për anglezët. Edhe kjo ishte... Domethënë bëri mirë apo bëri keq që ndaluat ju, se mund mos kisha fare doktorin. Dhe Shqipëria mos kishe lulëzuar kështu, ose mund kishte lulëzuar ndryshe. Unë ndalova sepse mu duk veprimi pa drejtëve. Ti di marrëdhëniet që kam unë me Saliun qartë. Ndër vite, po duhet flas për një të drejtë të mbledhjes konkrete. Nuk mund nxirrej tjetri jashtë se tha një mendim ndryshe. Dhe po të startonte ashtu, në pikpamjen time, po të startonte ajo lëvizje ashtu që kush s'mendon si ne, duhet dalë, unë këtë e kam rujtur gjithë 30 e sa vjetë, si me thënë, këtë bindje. Po, e nëzorë se... Edhe unë i thash ati që... Ka qenë një konflikt midis skifterëve dhe plumbove. Ta zëmë dhe Rama ishte për atë që shkëputja me partinë e punës ishte radikale. Edhe Shinasiu ka qenë për shkëputje radikale. Edhe Berisha identifikoi si dikush që vinte nga partia e punës. Ky është një moment kyç. Flasim për një mbledhje, nuk ishte krijuar partia. Ktu është me 10 dhjetor, është një mbledhje decizive për kushtet e dialogut. Edhe këta dërguarit e Ramizalis, që ishin Skënder Gjinushi dhe Lisen Bashkurti, ju thanë që nuk mund të zhvilloni dialog duke nejtë në protestë, se kjo është të mund t'i bësh presion palës tjetër. Edhe Ramizi ka thënë studentëve, se ne kemi qenë bashkë... Edhe diskutimi ishte që do shkojmë mësim, apo s'do shkojmë mësim. Edhe disa nga ne thanë që këta sheshin kanë, edhe unë këtë mendim kisha, këta po shku mësim, këta s'kan asgjë tjetër, s'kan pas kur, kanë vetëm sheshin. Sheshi po imponon të gjëras, po impononin delegacionet. Edhe ai shpërtheu, pastaj sepse Saliu e tha pa të keq atë, nuk e tha se tha që rëndësi ka pluralizmi, po them si për atëherë, tamam, po flas me ndershmëri. Dhe unë i thash që nuk, nëse kjo nis kështu që kush thotë mendim të kundërt me ju, do të dalë jashtë sepse na keni thirrë, kjo edhe ai u frenu nga njohja që kishte me të, dhe ngeli aty. Tani kjo është një ndër 3-4, meqense ngulmonte, kjo është një 3-4 raste që më ka ndodhur mua që të gjendem në një moment në zgrip të karrierës së Ali Berishës dhe kam qellu aty e kam ndihmu. Ka ndodhur, një ke qenë dhe ti, Ylli. Në atë marrëveshjen e 9 mars, gjithçka që ndodhi që u finalizu, ti ke qenë... U përpoqim me të gjithë mënyrat. Po ashtu ishte kohë, do të thënë, ne bëm një përpjekje jo për X-in dhe për Y-in. Bëm një përpjekje për trujt vendin, si më thënë. Tani u krijua Partia Demokratike, ikëm nga 8 marsit gjitha, shoku Ramis bëri ato punët e veta, si që i bëri, e thinë dhe në OKB dhe i mblodhen litarët më shkruan mua. Njëti njeri që më shkruajt pak më përpara. Dha premtimi aty, në OKB, erëm këtu. Tani u krijua Partia Demokratike. Në aktin themelus të saj, shumica dërmuese mbi 300 firmitarëve ishin studentë. Në komisionin shëmtar të saj kishte 7 studentë. 2 muaj gjysmëvonë mbeti vetëm Azem Hajdari. Gjithë studentët, që janë gjinë njeri, çfarë mbetin për të nga lëvizjet dhjetorit? Se tani, këtu është problemi, nuk është të kjo. Lëvizja, folën për lëvizjen popullore, lëvizjen studentore, lëvizjen intelektuale. Kjo për mua është e pastër, ka dhe momente epizmi. Formohet tani një parti politike. Partia ishte shumë e mirë në fillim, por pastaj filluan aty lufta bryllave,
filloi kjo historia që ndoqi, domethënë, edhe sot e kësaj dite parti që pa mundësia për të menaxhuar diversitetin, po themon. Dhe kjo bëri që studentët nuk duronin, filluan e ikën, u larguan dhe këtu ndodha fenomeni që Partia Demokratike ndërpret, si më thënë atë lidhjen, ishte Azemi ka ne më gjatë, po thuajse deri në fund me gjithë kontradiksionet e pozicionet e ndryshme, po praktikisht, domethënë ndërpritet kjo simbioza, po them unë, se kjo lindi si parti studentore intelektuale, jo intelektuale studentore. Studentore intelektuale popullore. Dhe ndodh pra... Pastaj u kthyen në intelektuale ju studentore. Jo studentore. Pra, studentët ndodh pra ndodh prishja e parë, ndërprerja e parë e simbiozës, që pasohet me një ndërprerje dytë, se s'maron me kaq. Ndodh ndërprerja me komponentin intelektuale të mirëfill, se ju situat aty statutin. Ajo konceptu nga disa mendje, dhe me thënë që është një çudi që në Shqipërinë e mbyllur kishte mendje, për shembull Lega Meksi është njeriu që e bën idenë e partisë me letra. Lega i shkryti këto? Lega është protagonist. Ka marrë asistente, po ajo Lega ka shkruar. Ai ka qenë i ngarkuar. Leka dhe Demeti, apo jo? Tani nuk dele. Apo për statutin? Kam thirrur me që ka televizionin dhe i biri. E kam thirrur unë për tani me që ka i biri televizion. Nuk do të dalë. Ajo mirë. Ikën në lëviz vërtitet ande këte. Gjallë në botë nuk dhe. Lega u bëde kryetari pari për të... Ne kam lipë. Edhe kryetari pari që? Odhën i votim të... Po mbase doktori ka thënë po për Lega që... Për i puq Saliu. Për i puq jam e presh jeni moj Saliu prap. Presh jeni moj prap. E griu doktori, e? Ti e bërë? Ktheva mletin. Në me thënë, përse nuk e dinim në pse Lega Meksin ka e qitë Lega u bëj pari, më presh... Ne tham që ju mblodhe ju të parë. Pari votuar. U bëj një grup ta, dhe antari votojmë. Jo, po kishtë arë... Sa ditë në një Lega? Asë ditë unë i votua aty. Do me thënë... Bëj një pushim. Brenda mbledhjes. Do me thënë, një pushim ka qenë kryetar. Një seancë, nga seanca tjetër, Lega ka qenë kryetar. Do shua statuti, u tirë degët. Degët e rrethëve. E më thua. Po është më votë. Thua që ka qenë, më zëtë. Unë po them për këtë ditë, në këtë statut, u vendos, e thatë ju, që u konceptu kufizimi mandate, imagino saj përparu është mendimi intelektual në lindin saj partije, me 2 mandate. E kënë... Po mendimet madhe intelektual, se ta vendosështë në seancën e parë kryetarë. Ka dojnë me pa funësi mandate. Nuk ka mendimet të mirë. Dhe Lega me Gramos Pashu. është një parti që ndërpreju edhe atë simbiozën me studentët, ngeli vetëmi, dhe pas taj dal nga dal, dora dorës, jo për një herë me intelektual, edhe me komponentin intelektual, edhe si përfundim, partia, si me thëmë ma shumë, dhe me thëmë, derivojnë në qasi disi populiste që ju. Do me thëmë, Lega Meksi thua ti ka qenë një seancë të mbledhjes kryetare. Lega Meksi është zgjedhur kryetari Partisë Demokratike. Po, nga kryesia, së ditë? Është zgjedhur Edhe punojmë me të birin dhe nuk e dini. Në muajin shkurt të vitit 1991 nga Komisioni Nismetar. U zgjodha ai dhe Azem Hajdari dhe Po Lega pse se shtu? Apo jo nuk? Iken nga mbledhja, thanë ja pa fshihari, ne po iken. Edhe njerën dhe gjithë në heshtë, edhe Lega vetë, ka mba qëndrim për mendimin tim, se ajo u zgjodha, ai po të donë të... E ikim nga Lega. Po të unë jam me votës Lëviz. Oke, atere. Ne bom diskutim dhe thamë që ne nuk kena tagrë me zgjedhë kryetarë, se ne jemi vetë pas zgjedhur, shu që me qenë se të bëjmë aktiv. Futeni atë foto në sfond që kishin mbrapa që se këta kanë qenë aty, mos ma ikja atë foto nga sfondi si që jemi ne këtu. Ja, këta kanë qenë aty në fillim, dhe ti mori pas të ju mori me radhë doktori Peq. Ka një, disë është problemi, duhet të analizuar kjo koha, unë mendoj duhet të analizuar pëse të largimet, duhet të analizuar kështu, ndryshe. Do të thënë, njerëzit që ishin kundër regjimit, kundër diktaturës në atë kohë, ishin të gjitha llojeve, nuk është i lidhte vetëm... Interesi kundër regjimit, kaq. Mund të ishin majtë, mund të ishin djathtë, mund të ishin qendrës, nuk ishin bindje ideologjike antikomuniste, nuk ishin djathtë. Aty kishte njerëz që vinin nga ishte përndjekur politik për shumë. Rasti 15, po, ishte përndjekur politik, nuk e gjeni... Ishte front, do ndaj. Ishte një front. Dhe nuk e gjenë, në 15 janar të mitingu që duket Rama me kasëm... Logika tënde është shumë e saktë deri këtu. Po si ka mundësi që aty të gjithë këto ikin dhe mbetet vetëm doktori? Vetëm këta me më vonë doktori. Në moment që bëhet parti, me ideologjinë e vetë, ndërton idetë e vetë, ato moment shumë njerëz e shojnë vetë jashtë.
800... Kupton se disa se duan të djathtë, disa se duan të qendrë, disa e duan pak më të djathtë, disa e duan pak më të moderuar. Dhe shumë njerëz e shohim edhe në jashtë. Dikush nuk do Sali Berishën, dikush nuk do ndë... Ylli shtroni... I gjatë shumë pas ka qenë dhe në atë. Pse ka nikur kaq për gjatë gjithë... Pastaj ishte, i reagoi Berisha, pas ju bë kryetar, Berisha i të vetë sa gjëra. Berisha bëri atë të shtatorit pastaj, bëri një këshill kombëtar aktiv i shtatorit për shkakun që përjashtoi i gushtit të 2091-shit më shtator. Shtator kongresin. Pra në fillim preç doktori mlodhi studentët. Përjashtoi një grup madh nga Ju tha studentëve nuk i mlodhi dilni jashtë dhe pastaj vazhdoi me ju. Doktori kishte qenë sekretar partije. Nuk i mlodhi. Që dinte ato teknikat. Studentët nuk i mlodhi grupeve. Doktori ishte një nga njerëzit që ishte u thirrë atje, ishte në rolin edhe njeriu që u thirr nga studentët, po dhe u dërgua nga Ramizalia si një njeri që pritej nga studentët. Edhe kështu e kemi konceptuar. Është dërguar nga Ramizalia. Është pak për sigurt. Pasi Ramizi mori vesh që ata drejtohen nga një grup djemsh nga Tropoja. Dhe ai pyet, se ma ka thënë vet, pyeta. Ai ka qenë jashtë, solli nga jashtë. Pyeta dhe më thanë që njeriu adap mund të jetë profesori Sali Berisha, që ti e njeh, ka qenë dhe në takim me intelektualit në 10 gusht, e cili mund të ketë, pra mund të flasë me ta dhe mund të bisedoj me ta dhe mund të filloj dialogu me ta. Dhe ka thritur në shtëpinë e vetë, Ramizi, në blok. Ramizi. E thot Berisha vetë. Po, edhe e ka dërguar, edhe është kthyer, diku nga ora 11 natë, dhe thot, s'më dëgjojnë studentët. Ramizi, thot më mbrapa, që ma ka thënë dhe mua, thot, kur e pash më mbrapa. Takuar shë Ramizi? E kanë takuar. Disa herë. Ka shku dhe libra. Po pse më qash ajo? Ramizi ka takuar ka qenë deri vonë gjallë. Ti ishe gazetar? Po, gjithë jetën mu. Pra, dakord. Jo, shumë sakt për fletë. Dhe, më thot, se po të kthej tani... Ne për shemës në lejonin ti ishim, nuk e vajtire. Në të parë, më thot, më mbrapa, kur unë e pash, që ai kërceu në kryet studentëve, dhe më pas në kryet Partisë Demokratike, unë jam bërë gjithmonë keq, sepse kam menduar që e çova vetë me duart e mia atje. Kë? Berishën. Ke shuar atje? Jo. Ramizi, fal. Jo, më falë, se isha edhe duke ndikur dy. Edhe njerë, për që janë shumë interesante kjo. Edhe njerë, i thanë Ramizit që pra kërkoj, kë mund të çojmë të studentët për të negociuar. I thanë që atje janë disa studentë nga Tropoja, duke pas parasysh Azem Hajdarin, në fakt shumica ishin nga Shkodra, dhe po mirë këtë gjejmë nga Tropoja, dhe i sugjerojnë emrin e doktorit Sali Berishës. E njifte, se kishte pasur në takimin me intelektualet në 10 gusht. Po. Ishte pedagog, ishte mjek, ishte njeri që brithte aty rrotull bllokut. Po, madje ishte njeri që nga mua më del nga vitin 85 apo 86 e synonte karrierën politike, sepse në Vjen një dëshmi që është atje e prisnin dhe për cilnin në Vjen atë kohë si njeri që ishte premtuar posti i ministrit të shëndetësisë në 86-ën. Pra, synonte që në atë kohë, pra njeri që synon që në atë kohë, është goxha më i kujdesshëm se sa të tjerët për ta kapur atë çfarë do, për ta arritur atë çfarë do, sepse e ka ushqyer një kohë gjatë, mendoj unë. Pas takimit që bën me studentët, ai kthehet vonë te shtëpia e Ramizalis dhe i thotë që ata nuk më dëgjojnë. Pra i thotë disa gjëra që përmblidhen në këtë. Unë fola me ta, po ata nuk më dëgjojnë. Këtë e ponë vetë Ramizi. Dhe më mbrapa, tha, kur e pash u katapultua në kryet lëvizjes, unë u bëra keq, a i tha një shprehje më të rëndë, punë e ti, sepse me mdova, tha, se e qova me duart e futa me duart e mia atje ku s'duhet a qoja. Paka shumë këtë gjë më ka thënë. Kjo është ajo që... Kjo është qatë, ka thënë, është një gjë që... Në mund trago më shkruan gjitha dinja që kishte kjo emision të të... Gabimi im, po unë së tash njeri pa për... Mund të atrasësh vazhdojnë se janë, vazhdojnë. Mund tragon... Nesër, pas nesër. Nëse mund të futim kështu në lidhje Rozhan, tragon, Edmond Tragon, në qoftë se mundesh... Kjo që përë, kjo është... Edhe mund të futesh, po... Tani... Kemi një... Zoti Zogo e ditë në shpalljes PD-s në tribun dikush solli një fjalë sikur në turm kishte hyrë njeri që do vriste Sali Berishën. Do ta vriste tani.
ju larguat Berishin nga radha e parë, madje pati dhe student që e mbrojtën me trupa, se ti i e futur kudore. Edhe këtu ti dole largove doktorin që mos i binte njeri. Mirë ke bere, kupton. Nuk po them. Ke mbrojtur jetën e njeriut që na drejtoj. Ju e larguat nga radha e parë. A u gjetë kush donte tani, ta bënte këtë krim? Apo... Kjo është një ngjarje shumë... Apo mos ishte në manevrë regjimit, që doktorin do bëj luftë aty po të vritet doktori. Sepse pastaj, mas i kalojnë këto momentet e parë, sigurisht që aty janë lloj skemash. Por doli aty u tha që është njëri për ta vrarë dhe gjithë thanë që orë dashën me vrarë, se Sali Berisha nuk ka hyrë si kryetar partia aty. Ka qenë studentët, aja bo kryetar mas një 3 muajsh. Unë e mbaj mend momentin se si ka hyrë, se si është bashkuar me studentët. Po them tani... Ka qenë duke folur Azem Hajdari si për Temenca 7-1, dhe ai ishte afruar, ishte nga mbrapa, duhet të qenë 80, dhe thot, ja thot turmës, neve që ishim përballë, unë jam turma, përballë, na thot, tani do jap fjalën një intelektuali shumë të nderuar, shumë i njohur, që është Sali Berisha. Dhe Saliu mori mikrofonin në datë 10 në darkë, foli para studentëve, por nuk tha asnjë fjalë kundër regjimit dhe asnjë parull. Foli vetëm për rinin, sa forcë ka rinia e tjera. Kjo është... Po presh nuk u përgjigje zotëri, dojnë të avrisin doktorin apo jo? Kështu është futur. Mikrofonin aty e kanë marrë me 10. Ai është futur kështu dhe unë mbaj mend. Duke fol me njëri që e njeh shumë mirë dhe edhe nuk kam unë asnjë prirje ku unë duke me tregu të vërtetën, s'kam prirje, unë jam i konfliktuar me Sali Berisha ma shumë se Partinë Demokratike, njëri që është përplas me Sali Berisha sa unë, janë përplas ka herë ka 2, për 4-5 herë, 4-5 momente kyqe, nuk besoj se ka shumë. Por unë du të flasë drejten. Ata, kjo është ngjarje që pyeti Ylli, Nur Lugja ishte njëri nga... Nuk i do në të avrise? Jo, Nur Lugja... E mbrojti. E mbrojti, ishte i gjatë sa Saliu, vuri trupin, dhe një student tjetër. Dhe me thënë, aty me njëherë u vendos kjo raport që studentët që e bon pluralizmin dhe atë fillimin, përgjësisë, në ishte protagonist. Nuk i vriste njeri dhe dojnë të vrisin doktorin. Të morën për sipër me dhanë jetën për doktorin. Doktorin, që në atë moment, a digjon që kanë ndodhur? Që në atë moment kanë vendosur të japin jetën për doktorin. Kur i del, në momentin që u hap kjo fjalë. Edhe ti i pari, tani se. Ti i pari, a e largove doktorin nga reshti parë? Një minutë. E largove doktorin nga reshti parë? Jo, më jo. Tere ti, dakord. Unë marrë atë takimi që thë për e largoj... Qa, më bele shkot. E largoj, dakord nëse ka dhe humor këtu, e largoj Azemi në fakt. Se Azemi ti erdi kjo lajmë, s'me erdi mu, si do largojnë. Ka qenë ko insinuata është... Edhe këtu ta një shumë vete e komentun, që kjo është edhe një manovër që këta të thonë që regjimi këte pas ka frikë, këte dash ka me vraku. Qenë ko insinuata është, nuk ishte kjo e para nëse është të tjilë. Unë të regoj të parën fare. E para fare ka qenë në mëngjesin e datës 9. Pra, ndodhi përplasja e parë e datës 8 dhjetor 1990, dhe me qëllim që të grumbulloheshin sa më shumë student që të protestonin të nesme në datën 9, u përhap fjalë, ende pa hapur syt. Neve kemi mësuar që të pozgjoheshin për mëngjes për shkuar mens, ne kemi mësuar dhe na shtën që një vajzë është vrarë mbram në darkë. Dhe kjo kaktoi shumë irritim, dhe nëse do vazhdoj, ka qenë jo më shumë se 5 veta që kanë ndaluar të një rrugë diagonale të mencat, poshtë mencave, në rrugën që shkon për në qytet. Dhe të gjithë e kuptonin që ata 5 njerëz atje me Krye Azemin nuk kanë ndaluar kot. Bën një linjë, ishte një linjë. Ata që do e kalonin, ata do ishin tradhtarët, do shkonin mësimat ditë. Ata që do ndalonin dhe bashkoheshin, ata do ishin më të guximshëm. Jemi okej. Tani. Grumbulli i parë i madh që bëri demonstratën e datës 9, që mbaroj gjithçka, sepse demonstrata e datës 9 përfundoi gjithçka. Ylli më pyetje shoh që po avancon, ne kthehemi që kjo na kthen te data 9, mos kthehemi te data sepse erdhi e solli situata. Te momenti kur u hap fjala që doin të vrisin doktorin. Preçi e troqi doktorin dhe disa u bën mburoj që atëre kanë patur... Po nuk e ke gjallë. Teknologjia e prodhimit liderit.
Jemi në problemi i liderit. Nuk lugjesh Që gjatë. aty doktori filloj të kthej një lider o doktor. Më falë. Po ndikoj ajo. Thash dhe ty doktor. Nuk u bërë shumë e qartë kush ishte, po me sa Nuk u bëhe qartë vrasë, thua ti. Jo, me sa mbaj me kishtë... Nuk doli. Folë, mu më ka thëmë Berisha vetë pak, që ka qenë një konflikt, që ka me një smur, që ka hyrë një smur, ka pas pretendime, edhe vetë e ka ndalumë duket policia te, po Berisha ka shtu dhe në lëshojnë, ka qenë një gjë e vogël, por aty u paraqitë si e madhe. Dhe gjithë pra një ishmi thanë, e është psikologjike, thanë, jo, s'kisha ambicje më bo kritar, po ata që... Rozhan në fundin në telefon dhe foton e Trakos dhe të flasa i 3-4 minuta se Aje qanë. duket ka dëgjuar gjëra jo fort... Ka që dhe të pa doja Trako? Tani, në statutin e djetorit 90 preqë, do me thëmë në vrasë se nuk u duke ty, nuk u kuptua njeri. Jo, nuk u Si vrasë. fikën, Nuk u vërtetua. u thyen gjamat mrapa për tribunë, si ishte gjamat e Mencë, nuk kaluan këto tribunës nga kaloi gjithë populli, për ka ne Mencë i copë herë. Thyim gjamat, hynë të Mencë me pritë sa të ftillohet, që të mos kemi mundësi me dikush me vepru në duke fshë. Tani, me statutin, në qofë se e fut Trakon tani se do kale një pikë më vonë, shumë më vonë. Shme fatë, se dhe 97 një hodhë një granat që nuk shpërse. Azemi e trojgjete. Ishte me fatë, jo më disë më ndodhi mua. pati një stikë mua. Trako, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Ore, që kemi thënë gabim deri tani? Mirë e njerë me shëndet e këshu? Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Mirë e the me shëndet si e? Unë jam shumë mirë, zbet më mirë deri tani. Në Korqe? Jo, jam në Tiranë. Je në Tiranë. Po ti ta Mirë tinja të fare jam, qatirë i këtu thash, unë, më më zotë. mirë zbet, po s'më t'i gjove. Të gjova pra, më mirë Në zbet. Tiranë jam. Më mirë të të kisha thirë këtu, po nuk e dinja. Tani, se shumë... Unë prandaj të shkroj taj që me kënaqësi do të kisha Po ardhur pra, për të për shumë parë. njerëz nuk donin dilnin. I mora unë. Se është ajo lidhë themelin për dës. Tani, qëfar lam në një pa thene tani? Mendon të i. Ose që tham gabim? Shiko, nuk është puna se latë në një gjë pa thënë, se atje ka të flasësh ne të dimri. Po. Më dëgjon? Po, ditë natë, thuj. Okej. Por unë desha të ndalesha vetëm në tre gjëra, dy të cilat kanë lidhje me kolegun tim, mikun tim që kenë kratë djathtë, Preqin. E para, ajo nata e famshme ku Preqi e mban mend shumë mirë, kur Shenasiu nuk e linte liderin e ardhshëm që të futesh në sallë, bile ishte bashkë me Pashkon. Liderin t'i dhua doktorin. Po. Ati ka bërë një nga gabimet më të mëdha, po atere nuk njifeshim nga afër dhe Preqi ndoshta se mban mend, po një kam dëryrë që të mos e linte të hynte. Po Preqi gjithmonë insistonte që i theshte Shenasiut lere, se është doktori, se është shuse. Po se tani Preqi njeri i but tani, se nuk të punon Preqi, kjo është mënyra e Preqit. E botet gjitha. Dakor. Po Preqi nuk e mbarovi me kaq këte. Preqi e vazhdoj dhe më mbrapa, dhe ajo ka qenë akoma më me zarar. Pse? Kur është zgjedhur kryetar i një komisioni drejtues, pjesë e cilit u zgjodha dhe unë, i 19 qeston të famshme, që unë i thesha byroja politike, më vonë. Erdhe më vonë këtë ti tani, hajtë po? Ashtu. Preqi, përveç Neritani që e propozoi për ta bërë kryetar, ishte një nga ata që bëri një lloj lobimi atje, dhe Preqi e di shumë mirë, për të fituar votat, si me thënë, për të bindur Mitro Çelë, edhe ndonjë tjetër atje, se arriti Po jemi në fazë më vonë këtu. Dakor, thuaj, Preqi e nisi. Dhe i ndri Shahin Kadare, edhe unë, po i ndri Shahin Kadare i tha, shna ke bero Preqi, i tha, me këtë lobim që bere dhe me këtë mbështetje. Po ta provojmë mirë, ta Preqi, pa kemi kohë ta eqim, tha. Ku të mbaroj ajo prova, i tha, do ta shikosh se sa vonë do jetë, shpreje që e vërtetovi koha për dekada me radhë dhe e kemi peshqesh akoma. Sa shumë ti s'ke bërë punë e Koçotashkës? Që thiri shokun e vetë? Ua. Paka shumë. Nuk po vazhdojnë të tjera gjera. Ky ka bërë punë e Koçotashkës. Shiko. Edhe shokun e verë, Trago, shokun e verë e thirën për të plotësuar numrin se nuk votoi. Për të qenë tek dhe mbeti tek aty. Dhe se nuk diskutojnë. Edhe mbeti brenda Milatë dhe regullovi shumë mirë pastaj për 50 vjetë. Të thot vërtetet, po a i tha dhe një që mondi që
ishin dy grupe që bën lobin gjithashtu. Mirë, po, për ti që në drejtë e zotit tani të një të gjë. Si dy grupe, sepse ati ishin 4 veta që u propozuan 4 vetra atë ditë. Gramozi ndjes pastë, Azemi po ashtu, Leka edhe Salio. Ishin 4. Nuk ishin 2 grupe, ishin 4 persona që u propozuan. Por nëse kjo është histori më vete, prandaj nuk zgjidhen dot brenda inate, ylli këto duan ndoshta ne të dimë. Do mirë tjetër, Trago, unë do të thërres jo vetëm për këtë problem, po edhe të tjera. Unë përveç që këtyre dy gjërave desha shtoja këtë dhe që mos ju marrë më minutash, Shtoj edhe këtë. Pastaj emision, edhe këtë dhe mos ju marrë minuta. Ta dish ti paneli dhe kush do që digjon, unë e thash dhe në një emision tjetër, edhe kam thënë dhe ndër vite, me shkrime me gojë. Po. Me fatkeqësisht dhe me shumë dhimbje them që atë parti dashur, atë parti, mbasi e dominuan lëvizjen, e manipuluan, e pushtuan, si duash, e deformuan, Ramiz Alia me emisarin e tij kryesor dhe me sigurimin e shtetit, dëgjoj mirë, dhe me sigurimin e shtetit që e mbushi Partinë Demokratike me spion, me informator, e shkatrovi gjithçka. Gjithçka, dhe ajo vazhdon e kësot e kësaj dite dhe nuk është rastishme që në atë listën që vazhdojnë të botojnë në të themeluesve, ka ngelur vetëm një njeri atje. Më kupton? Kjo është pjesa më kyç. Prandaj vazhdojnë gjithë të tjera, kjo pardesyt e bardha, që mu se mojnë atë të sëshubit ajo të që më pjesë e tjera, por kjo është fjalia kyç që i mundon njerëzit jo kush e kryovi, jo kush e qovi, sigurimi i shtetit me Ramiz Alinë. Me këto që thua, zotit Trago, nuk të mbante njeri atje. Se tani... Ku të mbante? Në partinë në aty, të doktorit gjithë, me këto që po në thua dhe tani... E ku Trago, 92-shin, bashkë 92-shin. Po prandaj në përjashtuan që ditë të para, bile më falë që më kujtove se ke dhe koleg, preqin e ke atje ullur, i pari që përjashtuar nga Partia Demokratike me një procedurë skandaloze, dhe është i gjallë e ka dhe me shkrime, ka qenë Frok Qupi. Dhe kur është votuar atë natë, që sot është zonja Këshillit të Mirë në Seli, deri në 2 të natës, nga 19 votat tona të famshme... Po me sa kujtoj unë atyre është të përplasur dhe zogaj me Sali Berishën për të parte, Frok Qupi. Nuk e ditë përplasur nga votimi, gjëgjë se Froku e di shumë mirë, se Froku ishte viktima, dhe pretensën ja ka bërë ndjes pas ky Napoleon Roshi, pretensën. Jo të kërë Napoleon. Po nga ato 19 vota, fatkeqësisht 15 votuan për të përjashtuar Froku, 3 abstenuan dhe vetëm unë kam votuar kundër, duke i thënë ndër të tjera që po shkatron PD-n dhe më shumë se PD-n. Ishte pak gabimi im që nuk të thira, po ne do t'jemi në lidhje për... Nese, po ti e di që mua nga njërës më durojt kur të shikoj ty në emisione pra të shtroj ta. Të falenderoj shumë. Se sa gjara duat t'i them kështu drejt. Jo, do t'jemi, unë do të thresë edhe për problematikat tjera. Të falenderoj shumë. Po s'ka rëndësi ka kjo, se kjo është nga pikat më kyçe i dashur, prandaj jemi këtu ku jemi, se ikëm 35 vjet. Nuk kemi 2 jetën. Do të thresë, faleminderit shumë. Faleminderit dhe suksese. Dhe natën e mirë. Tani, një zoti zogaj, kemi një problem tani, në statutën e dhjetorit 90 ka një nen që kufizon mandatin e kryetarit. Po të vëshre, ka një nenore që kufizon mandat në statutën e 90-ës kjo, që kufizon mandat në kryetarit në 2 mandate. Pra, kështu lindi kjo parti, u kufizoj në 2 mandate. Por dhe sot, në 2025-ën, 35 vjetë, ka të njëtin kryetar. Dhe 35 vjetë më parë, Italia kishe Andreotin, Greqia Papandreun, Gjermania Kolin, Shëbaja Bush Clinton, Rusia Jelcinin, Turqia Tansur Qillerin. Vetëm Shqipëria ka ata që kishte. Pile erdhe dhe Chris Hilli, që ishte në ambasadën amerikane në Thajnjishë, prapë gjeti Berish 35 vjetë në faqë. Chris Hilli doli. Pse erdi prapë Krisilia? Edhe tani mo. Jo më foli tani. Erdi për prezentuar një libër. Erdi për libër dhe foli aty, se diku foli, se pash një televizionë. Da dhe intervjist, po. Që më ngatroni tha një gjë se çfarë tha. Tha një gjë interesante shumë. Jo, dhe unë e intervistova. Futur në burg Fatosnano, se kanë futur Amerikanëta asunta. Kam linë e unë ta. Është e qëllim të në fabrikuar kja. Tani, si e mendon tani, zoti Zogaj, në libër ti si e ke bërë këtë? Unë libër e kam bërë me shumë realizëm. E kam shkruar edhe për meritet e secilit, por edhe për gjithë këtë shmangje që ndodhin Partinë Demokratike nga disa
principet të demokracisë, sepse demokracia ka ligjit e veta, nuk mund ta krijojmë ne siç na pëlqen. Pra, libri im ka dy pjesë, ka edhe pjesën e lëvizjes, e themelimit, Janë përshkruar në librin tuaj betejat e zhvilluara në 91-92? Gjithë, bile libri, unë e kam shkruar librin edhe për pjesën e historisë. Se aty doktori mori fuqi që të mos vinte njeri me, kupton? E kam shkruar për të treguar se... Pasi ju zhduku ju... Librin unë ja u dedikoj këtyre protagonistëve që përmendëm fillim, që kanë bërë disa akte heroike, po ja u dedikoj edhe disa intelektualëve në Partinë Demokratike që në kulmin e pushtetit të Sali Berishës, si ishte presidenti i zgjedhur mandatin e parë, kanë zhvilluar betejë politike epike, do thosha, për demokracinë e brendshme. Për diversitetin. Pra kjo parti e ka trashëgimit vetën këtë, pavarësisht se kjo nuk fitoi, por është një parti që në nisjen e vet ka pas kapacitete për zhvilluar betejë politike mbrenda forumeve, jo më shku... Ka patur thua, po ka patur 2 vjetër. Partit antikomuniste të lindjes, pra që hynë në 90, janë zhdukur. Pa tjetër, kjo është drama e Partisë Demokratike, sepse kjo pasaj vazhdon, po ju li pyti për... Unë i kam deri në 92-shin, kam përshkruar me realizëm edhe si që ka ndodhë, duke referuar dhe fjalimet dhe protokollet, betejën që është zhvilluar me datën 5 gusht 1992, pastaj me 13 gusht konferenca për jashtimit. Pra, historia Partisë Demokratike, dhe me pa pritur, dhe me thëmë, vjen dhe puqet me purgat leniniste, staliniste, enveriste, dhe me përjashton njerëz nga partia me broritje, me qere, me mitingash, nështë e keni pa ato skenat, aty u plazmua pastaj gjithë ajo që ndodhi dhe edhe më vonë, pavarësisht se disa nga këto intelektual që u përjashtuan, patën edhe një periudhë për riafrimin 2008. Tani unë kam 2 pyetje të fundit... Tu të them këtë edhe që drama e Partisë Demokratike, me qenë se ta aktualizojmë pak, dhe e them si një njohës i mirë, si më thënë, historisë saj, gjithë historisë saj, është komportimi si parti unike. Më thënë, ato ka që në 92-shin komportohen si kur pastrimi, zvoglimi na forcon. Po kjo është një qasje që ka vlerë një regjim një partjak, që sa dojtë heqe, nërhoqe, prap njëllë të njësë. Aty është. Kurse, pra, qasja, koncepti, ose komportimi si parti unike... Për të plotësuar këtë si pyetje më të rëndësishme unë dhe për të marrë mendimin ti e the paka shumë, po edhe të kolegëve tjerë. Jepen shumë opinione, thamë, për largimet periodike të grupeve që mendojnë ndryshe në PD dhe anatemojnë si të shitur. Armiqë nga njëti njeri, Sali Berisha. Si e spjegoni këtë fenomen me pak fare fjalë? Në qoftë se e spjegojmë, se mund të mos e spjegojmë dot. Se kjo është një fenomen shqiptar, po edhe është edhe ndërkombëtar, është gjithandej është kjo. Një njeri del tani derisa bile këta 2 kinezi, Zapin si e ka ky, dhe Putini kishin biseduar dhe njëri që pas ka ndalë organe të reja preç. Ka ndalë organe që ti ndrojnë. Për të gjatë tjetër. Shpret ka tjetër, që ka ndalë? Ka nevoj bota për ata. Qa ishin si organe këto që duheshin një tiket? Ka nevoj bota. Zemra këto. I ndronë aty, edhe ri. Pjesë ndrimi. Pjesë ndrimit të brendshmet. Edhe doktori, po i ndrojë Elcini dhe këta, ti ndrojë dhe ky, ti ndrojë dhe drama, e drama bile ti ndrojë më përpara, edhe ti kene më gjatë, preç. Kënë ymër. Ne do ikim, e kupton? Unë ti dhe ata këtu të jenë, po i ndruan organet, po dolën organet reja. Ikëm ne. Ne ikim largët gjithë dhe do arrojme. Po të se është një parti. Aje është një parti, është një parti, po në demokraci kjo nuk funksionon. Demokracinë tonë do ati? Demokraci... Se Rusia i ka pluralizm politik, ka demokracisë. Edhe këtu një parti kemi tani. Pluralizm politik kemi. Është tjera ma lartë dhe janë disa nën parti. Që rinë gjithmonë poshtë. Si e mendon Anton? Shiko, Pleqi nuk e di, Pleqi thot që ka pasur njerëz që kanë rezistuar në PD pas 92-shit. Shkëndija e fundit 92-shin ishte kur u krijua PD, kur u grupi i këtyre intelektualëve, që në nëntor krijuan PD në 92-shit. Pastaj në një element që rinde aty pak naqur që mund dilte, përjashtoi njësoj si që u bën gusht pa votim. Pyeteshin turma, bëve i gjoja kongresi dhe bërtisnin ata. Sali Berisha, i quaj përjashtuar, quaj votimaj.
Pra, Berisha arriti pas 91-shit, fillojnë projekt për ta personalizuar atë parti, Dhe bëri me sukses. dhe arriti ta personalizonte. Po dhe ka drejtë të bëj sikur e do Na një privatizoj. Në bërë private dhe personale. Do më thënë, ajo është partia Sali Berishës, dhe ne e pam dhe në betejën e ti me Bashën, që ishte një partia Sali Berishës. Ky është problemi pastaj që PD-ja mbeti është një parti që humbi elektorat me kalimin e kohës, dhe nuk vjen dot kurrë vetëm në pushtet që nga 2005-a. Edhe në 2005-ën që u kryen në pushtet, erdhi me ndihmën e aleatëve dhe me ato megadushkun e famshëm, Qartë. që nuk e aplikoi PS-ja. Dhe me lëshimin e nanës. Si? Dhe me lëshimin. Nga dy fjali, Ishte kjo, pra, që nuk- për të bërë pyetjen e fundit se jemi në limite. Ideja është që PD-ja nuk ka qenë parti e hapur, ka qenë një parti diktatoriale nga fundi në 91-shit, shtatorin në 91-shit deri në ditë të vona, deri kur erdhi Basha. Pastaj për shkak të konfliktit Basha me Berisha u bë një parti papritur e hapur, që ka një debat dhe ka proces votimi të rregullt, formal. Ne po flasim me që është 8 vjetori, po s'ka pse të kemi asnjë iluzion, ha? Në dy fjali, edhe të... Ajo është privatizimi i partisë, me fjalë shikon si pronë private, që s'duhet ja prek askush, që ka të drejtën të mbylli syt duke pasur në gji atë partinë e vet, si burim i pushtetit, si burim i mbetjes gjallë në politikë. Berisha vinte në kryet PD-s nga udhëheqja e organizatës bazë, Fakultetit Mjekësisë. Dhe organizata bazë ishte strukturuar një lloj si byroja politike. Aty merreshin vendimet më të rëndësishme për jetën për karrierën e individëve, dhe Trako do kishte shumë dëshmi po të ishte këtu. Kështu që ai e strukturoi udhëheqjen e PD-s një lloj si organizatën e partisë në Fakultetin e Mjekësisë. Ka tentuar, ka pat momente siç ishte 2005-a që ai e riktheu këtë, tentoi që ta rikthente Frontin e Bashkuar, mirë po me kalimin e kohës, me kalimin e viteve, Berisha është kthyer tek modeli vetë më i keq dhe e ka rrethan rënduese atë se ai e di se si duhet bërë që kjo parti të bëhet e madhe, por nuk e bën në emër të mbrojtjes së interesave veta personale. E fundit fare përveç Preshit që ka përgjigjen e vet, e tha pak e shumë, po ka dhe librin që bën qëndrimin, e ka më shumë për kolegët, Preshi tha unë me realizëm, tha me të gjitha ka një vepër që cilën mendojnë që gjithçka është realiste aty. Por, ndërkohë Preç, jo ti, Shqipëria është një vend ku krijohen shumë mite, jo ti. Si duhet t'ju e shpjegojmë tani brezave të rinj përveç se e lexuan te libri Preçit, ja ku është, dakord, po mos e lexojnë gjithë. Si duhet t'ju e shpjegojmë brezave të rinj, si mendoni ju të tre, lëvizjen e dhjetorit, pas mitizimeve të skajshme që bëjnë e tjerë, por dhe figurave që morën pjesën të. S'presim do të në realizim në shqiptarët apo jo? Apo është e vështirë kjo gjë? Apo ta lëmë si dilemë? Jo, ne para nuk kemi në një libër historik për 8 dhjetorin dhe për vizën e dhjetorit që na jap me tonet shumë heroike se çfarë ka ndodhur në dhjetor. Ne nuk kemi histori të re. Ne s'kemi histori të 15-s praktikisht. Qartë. Kemi ca shtesa në librat e historisë që janë bërë Unë besoj që s'kemi nga partijak. Ashtu siç ka qenë kohën e vet, siç kanë qenë librat e diktaturës, u bën këto librat e demokracisë të historisë që me autor partijak kanë vizatuar diçka aty, por nuk kanë bërë asnjë gjë serioze, asnjë studim serioz për çfarë ka ndodhur. Kështu që librat si libri Peshit janë ndihmë shumë e madhe për të shtuar kurrikulën e fakulteteve dhe të sidomos fakulteteve që pastaj më shumë të shtrihet edhe në do ta lexojmë valla, po e marrin vendime të tjera. Dhe për shembull më shkoi e dyta ne autori nuk një na libër dhe gjen asnjë bëhet ai. Nuk na gjen asnjë gjë nga mitizimi, sidomos nga mitizimi i lëvizjes dhjetorit, sepse mendoj që shumë gjëra për cilat ne mund të diskutojmë a duhet krenohemi apo jo, janë në diskutim, ndërsa për këtë ne nuk kemi pse të themi s'do krenohemi. Ne duhet krenohemi për këtë, sepse kjo ishte një sfidë ndaj regjimit më të egër në lindje. A dy fjali? Mentor? Po, kjo ishte duhet thënë që ishte një lëvizje lavdishme, dhe që për arsye të përfshirjes, po për shkak të përfshirjes studentëve, ku do studentët në lindje, në perëndim, ka qenë bartësit e ndryshimet mëdha epokale, kështu që për këtë arsye duhet shpjeguar e duhet dhënë hapësirë edhe atyre personazheve të thjeshtë. Po pastaj tu e shpërdoruar si shpërdoruar. Jo këtyre që erdhën nga lart, që erdhën nga Ramiz Alia apo nga dikush tjetër. E nisën njerëz të guximshëm, shumë të guximshëm. Unë mund të tregoj një episod.
Jo, mos tregoj episode. Njës e kishe shumë bukur. E njës shumë të guximshëm dhe e morën. Episodi me 2 fjalë tregon atë fjalë që thashun. Në datë 9 nëntor, aty te demonstrata e madhe te liceu, 9 dhjetor 1990, Azem Hajdari doli nga rreshti i parë dhe shkoi për çdo rresht, erdhi edhe afër supave tanë dhe tha: "Çunaj tifosimit të shtyr, unë jam Azem Hajdari, do vritem unë i pari, mos kini merak." Po? Pra, kishte edhe njerëz të guximshëm që u vunë në kryet asaj lëvizje, që sigurisht u shfrytëzua pastaj nga mjeshtrat, që dinin se çfarë mund të përfitonin duke ardhur, duke u katapultuar në kryet asaj lëvizje. Të nderuar të shikues, kjo ishte pjesa e parë për emisionin tonë për përmendje. Sot më përpoj që në thoshin diçka për 8 dhjetorin, thamë po jo, tani ju e dini, mendoni si doni. Tani do kalojmë në një pikë tjetër që është shumë e rëndësishme dhe kjo. Donald Trumpi, si tani presidenti i Amerikës, e kupton, ne një fshati jemi, por prej kemi këtu. Ka sulmuar ashpërsisht Evropën. Dhe kërkon të bëhet Evropa si që është ai, si që mendon ai. Ti jetë ekstremi majtë, të vëtën të i djathë më falit, të marë fuqie të gjitha këto, dhe o Evropa kështu thotë, o s'duhet jetë fare. Do përpiqemi të themi ndonjë gjë edhe për këtë, nga që prekemi dhe ne, perëndimi ku do shkojmë, Evropa perëndimore, apo të gjitha këto, dhe me ambasadorin, ish ambasadorin që unë kam thirrur, Bimon këtu, që burin nderuar, që do të na flas, duke biseduar në telefon, tha një gjë, domethënë kthim te viti 0, tha. Po më duket se nuk është thjesht kthim te viti 0, Amerika kthim te viti 0, ku baballarët mendonin që Amerikën duhet bëjmë, jo botën. Jo, është më shumë se kaq. Nuk është kthim te viti 0, si thot Amerika first e para. Jo, është më shumë. Ai thot Evropa do bëhet kështu siç them unë. Ose ndryshe nuk ka Evropë. Përpiqemi të themi ndonjë gjë, ose ndoshta na bën dhe kështu më. Se ne bëhemi gjithçka, e kuptoni, jemi bërë plastelin, e madhe preçe dhe të gjitha. Mbetet Gabilegaj, mbetet Nazarko, vinë dhe 2 të nderuar zotërin të tjerë, preç faleminderit. Zoti Dervishi. Edhe do të shifemi publicitet.